Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Loftë pa fillu bashkëbisedimin me ftuarin e radhës, mos harrojmë të përmendim sponsorët tanë të cilët janë Golden Eagle dhe Exis, ndërsa me neve është ish futbollisti i mirënjohur dhe trajner tash e disa vite, Fadel Ademi. Zotri Fadel, mirë se vjen te. Mirë se faleminderit për ftesën. Faleminderit e juve. Tash trajneri, ish lojtar është një prej mbrojtësave më të mirë, sidomos në atë periudhën e pas luftës, unë gjithë e bëj një hyrje kështu ju kallëzoj gjeneratave më të reja. Pjesë e kombëtarës të Kosovës, sukseset më të mëdha dritës pas luftës është ato. Kalon edhe te hysi, luan edhe periudhën para luftës kur futbolli ju nuk kon shumë më shumë se futboll, u kon mbijetesë, u kon sakrificë, karakter, gjithçka. Dhe pastaj fillon edhe zënë e trajnerit, është trajner kampion me Hysin. Hysi ka pas shumë trajnera, po një titull e ka, dhe titull në e ka me trajnerin Fadel. Është pjesë e Federatës Futbollit të Kosovës, trajner në grup moshat e reja. Kena me bisedu me ta pe fillimeve të karrierës edhe deri sot. Pyetjen e parë zakonisht ne e kemi, çuçi ja ke nis më mirë me futboll edhe ku ja ke nis. Shkoj menja me ja nis me futboll. Pasi çdo i ri, normal që pasioni për futboll gjithmonë ekziston tek ne. Edhe normalisht që përveç kësajna dosha pak një nivel pak më të lartë, përveç që luajsha futboll në rrugë. Kisha qef edhe më shku në klub, më regjistrova normalisht që botërisë dikon vite 80-ta, dikon 85-86 në klubin futbollistik në atë kohë Sloga e Lipjanit, që është Ulpiana e Sodit. Do thotë si 14 vjeçar për ekipin e pionerëve. Atë nuk ka pas shumë grup mosha zinxhir sikur sot që janë. Kanë qenë pioner të junior. Domosht shumë shpejt pe pionerëve pa ta kalu në junior, dikon 86-87. Edhe pe aty në ekip parë dikon 89. Edhe vlen për me përmend se besimi që ka pas tona për më afrua për ekipit parë shkon i trenerit Enver Duriçi. Ai ka po diçka tonë. Ne respektumi rajonin e futbollit, unë përmend gjithmonë. Edhe ai ka po diçka tonë edhe më ka marrë në ekip parë, që normalisht e ka rrit pak motivin edhe atë besimin në vetë se më të vërtetë tonë pas ma vlera, por duka këtë var profesionin me çu pak më nivel tjetër. Kështu që edhe unë po më përshëndes trenerin edhe për shkak se më të vërtetë është meritor për karrierën tëm. Edhe kështu pa ta fillu. Na shta po them unë edhe disa gjenerata të tjera kemi pas një farë fati se kemi luajtur në për sistemet ndryshme, me thonë kështu, të organizimit të shtetit, për shkak se këto që thash pak marët, Sloga e Lipjanit, Ulpiana e Sodit, është kanë në atë kohë në ligë të parë të Kosovës, që i bën në niveli ligës 3 ose të 4 të futbollit të Jugosllavisë, e që e dim gjithë se futbolli jugosllav në atë kohë është kanë fuqi evropiane, edhe nuk është kanë pak. Të thotë, kom luajt në sistem, kom luajt viteve 90 kur është bë pavarësimi i sportit përgjithësi në veçantë i futbollit. Mandej vitet pas luftës më herë vitet 2000 edhe 4 pi bjen mas shballës pavarësisë të shtetit tonë, që pi bjen edhe në atë kohë kom luajtën. Kështu që pi bjen ja 4 sisteme ndryshme. Kështu që me të vërtet është një farë kënaqësie për shkak se secila ka specifikën e vet. Me të cilën, po them, dashten asta mos është pak naive ajo, krenoma për shkak se me të vërtetë u kanë diçka që nuk i kisha ndruar asnjë profesion tjetër. Sot të kthehet më apo të dikush a do të zgjedh diçka tjetër kisha dhënë ju. Kisha shku kësaj rrugës. Çu shi kujton trajner këto vitet e para si futbollist? Te Ulpiana. Po, te Ulpiana. Debutimin. Në qyteti ju të lindjes. E veçatit kur e dalën në ekipin e parë. Lojën e parë. Kujtohet që na pas lojën e parë. Me qenë sa atëherë edhe janë kon lojën e parë e moj men, kena pas me llapën. Diçka shumë lidh me këta llapian që plot me lojën si llapë. Në varasia më lojën e parë kena pas me llapën, një lojë e pjesës vjeshtore, lojë me shi, edhe lysha beki djath. Pjesa tjetër mbrapa me kanë lojtar me përvojë. Dikon është tam mbi moshën 30 vjeçare. Bashkëtarët me kanë atë kohë, po them Milazim Mehmeti është një Dragacina, Rizaliu,
Sali Lugolli, një emër i njoftën i futbollit Kosovës. Edhe Lusha bek i gjatë, edhe film golli i parë ka ardhur pikërisht për gabimin tim. Edhe çështja e top, të kujta me të buë mua në tori ty edhe nëse shënoj gol. Po ato që thatë ju, është kanë emocion, sot që jem kanën i paratum atë pas dite mas servitës të fundit që patëm. Veç unë njoftove kështu me futbollin e burra. Edhe u kanën ashtu që ka vështirë pa ta ratu. Megjithëse tani mo me rrjedhën e lojës gjithsa ishte në vendin e vet, për shkak se kisha përkrahur në bashkëtarët që thash. Po do më filloja karrierën jam shumë serioze në ato kanale tamam të futbollit me futbollistë profesional. Edhe përfundoi pjesa vjeshtore, duke ta lojë ka në fundit se ka pasur 2 lojë tjera, madje faza përgatitore për pjesën pranverore në udhëheqjen e trajnerit tash në Verduiçit. Kështu që u përgatishme edhe unë si talent, si futbollist, e mendoja edhe ndroja një karrierë Në atë kohë kom Prishtina Trepça. Një karrierë e kisha si simpatin atë kohë Skënder Shëngyli lyke. Prishtinë, është ardhur të bëma si Skënder Shëngyli, se dha lyke Erbek i gjatë. E pas edhe çfarë kisha unë, kështu që kisha disa idola ashtu mesin e tyre thash Skënder Shëngyli u kon, ndoshta edhe Xhevdet Muriçi, ja asoj kohë, edhe shumë futbollistë të tjerë. Po, ka dalë të fillova të ndroja për ato çka shumë futbollistë kanë ndruar me siguri. Po tani ngjarjet e viteve 90. Ngjarjet politike viteve 90 e morën atje unë vetë rrjedhën e vet edhe u bë çka u bë. Mandej në 90-ën fund 90-s shkova në Shërbim Ushtarak, shkputa prej futboll, po para se më shkoj në Shërbim Ushtarak na veç u patum do prej slogës së tërshme. Do të bëj ekipin e futbollistëve tonë. Do ato masat e dhunshme atë kohë që u diskutoheshin, do të thotë na nuk i pranon asnjë mënyrë, edhe u largum prej klubit Sloga, mandej unë shkova ushtar, u ktheva në Otenitën pas shumë probleme dhe sakrificave repetitive që patë ndodhur gjatë Shërbimit Ushtarak, për shkak lufta filloi atje, edhe unë si një ndrimtar i një futbollisti profesional, dyshys pa prit mos hyrën luftë në familje, çashtu isha ushtar në marinën luftarake në Kroaci, edhe fillonën shpallë pavarësia në Kroacia, në konsideroheshme si shtëpi okupatore, normalisht erdhën dhe ato konflikte. Po kjo le të mbetet anash për shkak se jam këtu për futboll, po rrjedha siç ka. Përfundova Shërbimin Ushtarak, në Otenitën erdha në Lipjan, edhe me profesorin Shoqëri Saliu, Elmi Berbatovsi edhe shumë tjerë emrat po më njoftojnë se do të organizojmë klubin Ulpiana, që do t'i bashkangjitet ligës të pavarur prej regjimit serb, Ulpianës dhe Liga Republikane. Edhe megjithëse në Otenitë vonë, nuk patu mujtë më organizu për me vazhdu garat në atë ligë. Në 92 kemi fillu dhe të viti i parë garus për Ulpianën, në atë epokë, është kanën viti 92, pjesa dëmonën, vjeshtohë normalisht, ku këna zhvillu në fazën përgatitore në Parara, në Perivallë, bashkë po që tash me profesorin Shoqëri Saliu, Elmi Berbatovsin, edhe njerëz tjerë që kanë kanën në rrjedhën e futbollit në atë kohë, që për mendimin tëm, gjithë ata që janë kanë akter, protagonist të asoj kohë, ma të vërtet është për mi respektu, për mi shmu të e mase, duke fillu për ty që kanë dhanë për futboll, për ata që kanë ushtru, edhe ata që kemi lujt, është kanë sakrificë për shkak se në sakrificë, thamë, pe do stadionëve që për në atë kohë ishin më të vërtet nivelit duhur, kalonëm në Nara, në Livadhe, në Djerrina, në fushat të improvizume të futbollit. Do të të lamonash një diçka që është shumë luksh në atë kohë, standard i lartë më të mëlirisht, për shkak se on ka pas stadione në atë kohë që kanë plotësu kushtet për më lujtën, edhe pa prit mos dolim në Parara, Livadha, Djerrina. Do të thotë kjo është një fas sakrificë për shkak se kena mujt me vazhdu, po jo, kemi vazhdu me këtë pjesë e kënejnë Parara, Livadha që është kanë krenari, edhe trimni për shkak se nuk është kanë pak në atë kohë më marrë me futboll. Edhe ata që kanë investu, edhe ata që kanë organizu, që kanë përgatitur klubin, edhe na që kemi lujt. Për shkak se para mendohesh, shembull, për zonë shembull Ulpiana, pa tash na mos po zotë kjo, jo në rrjedha, edhe din ashtu që kanë organizimi i gara në atë kohë. Fillim 92, 95 u shkonën me 4 regjone. Me 4 regjone që kanë pas 4 edhe të ekipe. Edhe më vonë është bërë liga unike.
po flasmi për periudhën në atë kohë kur në kanë Ulpian edhe ke pas me lujtën në Kaçanik, për shkak se kanë rreth Ferizajit. Kemi Bogara në rrethin e Gilanit, respektivisht Ferizajit. Edhe për Ulpian ke du me shku në Kaçanik. Ke du me shku në Viti, ke du me shku në August. Edhe ti ke duhet me shku me kjerë me shku, me automobile me shku. Edhe ta është shkonën në hymet Lipjanit, ose në dalë Lipjanit, o ka në pa moshë pa qëllu një patrullë më të kontrollu. Ajde shkoj ma tutje dikon të Ferizaj, ka në pa moshë pa ka një punkt prap më të kontrollu. E mos flas me dikon atë ka me shku për August, që ka pasën punkte shumë famkeqe, që të kanë ka maltretu, të kanë kontrollu, shpesh kanë ndodhur më të kthy. Do të thotë kjo është e trimnia që është bë, edhe për ata që kanë udhëhequr, nuk kanë pak organizatorët edhe i kanë rre. Po gjithsesi. Nuk është kanë pak me organizu në futboll në atë ku. Që më mendja që është më vërtet një gjenerat që do të më krenu. O gjenerata e artit të Prishtinës e viteve të 10 e pa diskutueshme. Amo edhe kjo më mendja se ka meritën e vet edhe vlerën e vet. Shumë merit më. Sa qëndrove në Ulpian edhe kur vendose mu largu? Në Ulpian po ta qëndroj 2 vite për shkak se unë isha regjistruar në fakultet ekonomik dhe një kisha ligjëratat në fakultet ekonomik të Prishtinë edhe normalisht u lidh ke pak jeta me studime edhe pa ta vendos me kalu dy korrekt në këtë rast. Treneri i njoftun, profesori i respektuar, ishte në atë kohë trener dhe ai ka insistuar më shumë shkoj. Shkoj në dy korrekt edhe kom shku në 94-ën në janar. Viti edicioni Garusë kondotët 93-94. 93-94 se 94 në pjesën pranveroj e konë dy korrekt. Po edhe pa ta shku në dy korrekt normalisht me pajtimin edhe vërtet Ulpianës, pa ta kalu në dy korrekt 94 ku po ta qëndru plot 6 vite deri pas luftës vitin 2000 pa ta kalu në dritë. Po gjatë kësaj periudhe ka pas shumë. Dy korriku e fiton edhe kupën më zgjafo Po 97. I fitu kupës 97. Ka pas talenta ekip të mirë, dy korriku gjithmonë ka prodhu fakt edhe në atë kohë edhe në kohën e studit po punohet shumë po. Thot kur shkollën e futbollit kur në atë kohë në vitet e 90 vendosën me hap. Thot u frikojsh mos më na vin fëmia. Thot po në ditën që e bojmë ditër tha në për shkolla fillore shkojnë ajo kallëzojmë që ka mos qenë shkollë e futbollit tha. Na vin tha 100 fëmijë tha mos më thon tha 1000. E vërtet ato ku më thon tha që ky vend e don futbollin dhe s'ka më dorëzu, ka më lu futbolli deri në momentin e fundit. Thon dy korriku e ka pasit përveç emrit që e ka shumë madh, domethënë so. E ka pasur edhe zhvillimin e talentave dhe gjithmonë ekipin e parë ka pas lojtar talentuar. Po që ka me thonë gjyq ka furnizuar ekipet e mëdha gjithmonë me lojtar me talenta, kësa fal punës së tyre ç'është bos. Modet është punu shumë serioz, në profesionale, është organizuar në atë kohë edhe shkolla e futbollit që përveç klubit që është organizuar, është arritur që të organizohet edhe shkolla e futbollit që më vërtet është për mu vlerësu lart. Pa diskutim. Do të thotë kalojën dy korrekt. Shumë mirë pak nështë problem. Atë rritën mirë më për Lipjanit e. A kanë ai i njofshëm ai bashkëlojtora? Jo, nuk ka pas. Unë për natyra kojo shtiri ku pas përballu ndryshimeve, po po dhan fal trenerit, fal edhe bashkëlojtarëve ku pas te kalu atë probleme edhe ku kalu zakonisht mirë. Zakonisht mirë edhe është një anë për tyne periudhave që më jetë në presën time të karrierës të paharruar. Për shkak se është punu jashtëzakonisht shumë, jemi konë ekip shumë simpatik, për shkak se ka pas shumë futbollistë të ri, edhe gjithmonë dyshim pe plani 2 kemi prish shumë llogaritë në ekipeve të mëdha, kam fjalën Prishtina, Besa atko, Kushala, Trepça, Vllaznimi, Liria, këtu kemi prish shumë herë hesape edhe shpesh kemi kanë edhe pretendent për pjesën e epërme, kemi zhvilluar ndeshje të mira. Jem pas ekip mjaft homogjen, mjaft unik, jemi kanë shumë të lidhur njëri me tjetrin për shkak, po them, punës që është bë me neve, po ajo çka breng na stan në fund për shkak se kemi mujt më dal vitin e fundit, vitin 2000 kur jemi rapi ligës me dy mas luftës për shkak se po them dy korriku ka merituar të jetë në Superliga për shumë vite, po rrjedha kampionati është asisohet që pato më hub statusin e antarit të Superligës edhe pato më hub ndeshjen e fundit kemi rrit lojën e fundit, jo të fundit,
po më herët, 3-4 xhiro pra se me mu përfundu na veç pa ton përshëndet, edhe si rrëdhoj e kësajna, andaj une isha interesu me ndru mjedis, edhe shkum bashkë me profesorin, për Matuci, një periudhë tjetër, shkonëm dritë, e qështu. Trener të Dy Korriku, përveç sakrifica si tregum që i ke pas me ndeshje se cili lojtar, se cili ekip kohën e para luftës, e ke bo edhe një sakrificë madhe, ke lumë ditën e martesës. Qysh të bendën? E vërtet është. Në atë kohë. E vërtet, po që kjo është entuziazmi ndaj futbollit. Më të thonë edhe sakrificë, kjo është një farë sakrificë. Edhe me pëjt nuset e shtëpia atje, po pa ta vendos ndryshe, pa ta vendos që bashkëresh me shok ta lujmë ndeshje që ishte shumë domethënë se për neve, edhe po them që është përcaktuar, se nuk është vendimtare, kjo është 95. 12 nëntor, 95, unë veç e kish me vendos më dhon fond beqarijës se më martu me bashkëshortën Amidën, edhe është caktu data. Po na netin ditë kish me dhënë ndeshje që ta shumë rëndësishme për klubin Dy Korriku, për shkak se në atë vitin e ashëm, 95 pikërisht 95-ën u bënte liga unike bashkë, edhe neve na vy në ato 3 pikë, edhe normalisht që u do kemë konë aty se isha njërën dhe aty në lojtar të rëndësishëm, që bashkë mi bar zbashku me lojtar tjerë si që janë Avdyl Kaçiju, Naim Beka, Luan Dibra, unë Ismet Mullolli, Bajram Krasniqi, mos ta harroj ne pa harroj, po pa në farqëllimi, edhe normalisht edhe unë u duke ta jap atë kontributin tem, edhe dolli që u caktu data në ditën e ndeshjes, edhe si përpara që shkon në zakonin, das më zakonisht të organizeshin e 4-5 ditë përpara, filloi këtë tajten deri dillën. Edhe gjatë javës unë po bisedoj me profesorin, edhe me Shaban Baholli, edhe Shaban Baholli shkon baskettar, pak me arru, Shaban Baholli kanë edhe sponsori klubit, Alfa Omega klubit edhe kanë baskettar, jemi bilom edhe kozën i fatandemi, ka pas shputit tja zakonshme, edhe ky ke punë shumë. Edhe ata e dishin se unë kam u martu, ditën e diell edhe qysh mi ja bo, tash po shumë keq, jam i vetëm të shtëpia, data caktu, më martu s'moj. Edhe tajten darsmja është fillu, duke mësu kanë e premte, ka arë profesori Bilbil, Shaban Baholli, edhe tash nuk po kujtohet ta kanë Recep Baholli që kanë kryetari i klubit, apo që kanë Ramadan Baholli që kanë vllai Shabon të Regjës. Njëri vetin, kryesia, dikush po. Në arë me uru për darsmën tem që po martoma, po njëtë e konë me bisedu me babën tem, qysh mi ja bo, që Fadili ma ditën e ndeshjes, që baba em ish kategorik që ju, për shkak se darsmja dhe ke njerëz, dhe ke organizim, jo nuk është sikur sot, pak ma letë është, për shkak se sot po bon darsmët, po caktuat restorani, po shkojmë në restoran, po kryet, po kthehemi prapë shtëpi, dhe s'ki shumë organizim, shumë bart madhe, e në atë kohë duke shumë çka më organizu, edhe unë isha i vetëm për shkak se i kisha 2 vëllezëra, ata ishin jashtë vendit, ishin në Zvicër, baba i vetëm nuk ka mujt, edhe ai ish kategorik që ju. Edhe përkundër insistimit shumë të madh profesorit Bilbil, që me lshu Fadilin me lujt, baba ish kategorik që ju, edhe me ju. Po tash gjatë vitin na vazhdon vitin, prapë shtonin, prapë ishin ato presionet e konfionë pozitive, që nuk kisha dëshirë me shku minimum shokëve. Ja bojmë dyshysh me ardhen, edhe ditën e shtunë kanë ardhur disa lojtarë, bashkëtar me që në kanë më të afërt me mua, mesin e tyre kanë Naim Beka, s'më kujtohet kush ka më e dyti. Duket mos u kanë Aranit Ahmeti, se Aranit në rrugë për më. Edhe Aranit jo kanë janë për ty në bashkëtarëve të me. E një Aranit. Aranit Mehmeti. Edhe nuk e di një 2 futbollistë atë. Edhe hajde ata mos pe bindin babën dyshysh, po nuk ka rrit ai fa. Ai u di me thonë, ai përveshje. Edhe me atë zonë me ardhen jo në lojë, po me metër me prit nusën të shtëpia. Po në e bona prap një, s'ki bjena sta pak si e ulte, e bona pak një gjest, e bona një diçka për klubin, po që ka meritu Dy Korriku me bona një diçka tillë për shkak se është ka klub serioz, klub i organizuar dhe shumë domethënës për mua. Edhe një thash, hajde, parafërsisht drejka është në ora 1 që shtreke për këta krushit të darsmës, 12-15 metrash, hajde ofër shtëpisë aty. Mos u sheh boba shumë unë vi thash në kerr Shabonit edhe vi me juve. Për me shku me lujt ndeshjem, le me përmend ndeshjes kanë me Shkëndin e Llukarit në Llukar. Në shotin Llukar, e dim shumë mirë,
Stadioni Llukarit u konë një arenë shumë lojnave heroike aty, kështu që loja duhet më lujt aty, edhe është konë një lojë me shumë vrapim normalisht, ama për shumë pengesa për shkak se ka pas shi shumë, stadioni, tereni shumë i rëndum, edhe unë shkova në ndeshje, fillon ndeshjen, edhe aty në bisedë sipër me profesorin, po thojmë 45 minuta kemi lujt, mas 45 minuta ti do të lirohesh, ti shkon dashëm atje prit tenusën, na vazhdojnë ndeshjen. E në mlojnë, zetëm ekipin, filloj loja, rrjedha lojës, diku ka minuta 20-25, u shënon një gol, tash për fat keq se të mirë për mua nuk e di, po u rritën presione për ekipit kundërshtar, gollin ka shënu Besim Sadiku, një lojtar që ka pasur prej, lojtar shumë i vishëm për ekip, ka na shënu goll ka minuta 25-30, stadioni, tereni Vizvike gjithë një e ma shumë të rëndu, na vesh lëç, vesh syt në poshin, u kry pjesa parë edhe normalisht bost marrëveshjes, po thëmë, thojza për shkak se nuk kishta që më kanë marrë marrëveshje, po bisedoj me trenerin, me profesorin, edhe me ndim se aty ty qysh mja bëha shumë duhet me shku, po më thet mu treneri, tha Fadil, tha edhe ja 15 minuta, tha për shkak se presum, tha me bo presion pak ma shumë, që është e normal. Më mbrojnë. Më mbrojnë, pak ta te kalojmë që atë problem, edhe ty zirë me shkon. Shkon 15 minuta, unë pja bëj me dorë profesorit, ma bën profesori edhe një 5 minuta 10. Edhe tani vazhdova deri në fund, ma se kom kështu as ne profesorin, kom vazhdu lojën deri në fund. Është përfundu ndeshja me rezultat 0-1 për neve, që është shumë rezultat domethënës për neve. Mandej onë në Kerr me Shaban Bahullin, një Kerr që edhe drejtën shpitina, në banjo tina, ju pastru, po gabim jam ju ka një gjasë rrugës ose ku marrë teshat e dhëndës poku. Mu veshen, po në me trener ka qashtu, mas ju më pastru, në Kerr me Shabanin, me trener ka të klubit, edhe për pak së në kemi zonën, nusën para se me hinë në bërë. Krushit, da? Tu këthi. Tu shkona atje, shit, pak ma larkë shpia, hymja e oborët, për shumë, vi pja bëj Shaban, nga larsu e pak se s'mojtu me arrit misionin që shduhet, tash hima sa nej. Hini në usja, une në Kerr me Shaban, për shëndeta, edhe s'ka në po dhondre hymje, të oborët të dera me trenerka, i lodhën, i raskapiton, i zbejur për lodhjes, edhe tashti, që gjithë të na që shenë zakone, traditat, në barë mlidhen, lojzat, për me këshirë nusën, me përmens të nusë e ka ditën, së në ka me shkundeshi, nusë e ka ditën, edhe one ka me hi, për shkak se dhondë normalisht, pritën ma ndryshim. Me konë gati, me katë, me... One ka me hi, dhe është ta ketë, e vare, pilokë kësana, jo mi për ditore, jo mi për ditore shpis, edhe në dhëmë tem, ju më veshen, edhe duke ta është medaljen, edhe që thash ma herët, mas ndeshjes, i lotë, i raskapit, i zbejon pak, edhe one normalisht me nusën kra për kra, edhe baba nusë e mujtë e marë, edhe me zetë shtu. Edhe të ashti, ketë kjo, baba e më një 2 jasë më ka full, ka pos drejt plësisht, për shkak se e kom lanë vetë, edhe e falenderoj, se a emisione që kone, nusë e kryesore ka të shpia, ne kemi arkitu 3 pikë shumë transfershëm për klub, e kemi arrit një farqëllimit me që ato 3 pikë, nashta jo, me shumë lojnë atjera, po s'kon pak, po thëmë një entuziazm pak ma i madh, një motiv pak ma ndryshe, edhe për bashkëtar, kur shamë hajde për zomë dikush për sakrifikon edhe që ditër e martesës, po janë të është ka një farë mobilizimi pak ma i madh, që po thëmë rezultatën edhe me fitore që banëm, që normalisht tani vazhdojmë ligën unike që kanë shumë interesante, edhe ka pas një rjetë me të vërtet të kënaqshme për shkak se u lushin lojna ndryshme, u bëshin derbi ndryshëm, pa do dush kemi rujt me Lirien, me ekipet mëdha, me Lirien, me Vllaznimin, me Prishtinën, me këto, kështu që po them kjo është ajo, jo mirë pas një gjithë kësënim. Sakrificë, gjithandej. Ismet Munishi e përmen shpesh thot, kur ma kanë lypë, thot një se në brojtë sa jam konë Sloveni, thot e kom propozu Fadilin, thot, kur kanë ndodhur që kjo periudhë që kanë ftu me lujtë në Sloveni, edhe pse nuk është e vërtet, Ismet Munishi është konën bashkëtori jemi në reprezentacion. Po, në reprezentacion. S'kena pas fatin më konë bashkëtar. Emi konë bashkëtar një periudhë shkurt, për një 2 javë 3 në flamurtar, po shumë shkurt në atë tretën. Kështu që në me të vërtet e një vetën shumë të knasht privilegju, që i takojnë në mënyrë pokës Ismet Munishi që kom pas e si kundërshtar, shumë të në rasteve, po dhe bashkëtar, po dhe më qatë periudhën e shkurt në flamurtar, po dhe bashkëtar në kombëtar. Kështu që është e vërtet,
Ismeti është ka në atë kohë futbollist cilësor, edhe karrierën ka pas vazhdu në Sloveni, edhe me sa di më su ka në ekip, ashta mos gaboj, më su ka në Olimpia, Ose në Malipi, ose në Maribor. ose në sta në Maribor. Po. Po tash nuk e di a ka kërkesa për në Maribor me shku, po me s'ku për në Maribor në ekip Ismetit. Po. Edhe më thirr Ismeti, më thët Fatih, Fillon viteve 2000, kjo është ka ndikon viti po unë më kanë dritë në atë kohë, ka mund më kanë viti 2001-2002, do më Po. qatë të dikon. Okay. Si jam i sigurt, po, qatë të dikon. Do më në atë kohë më kanë në dritë. Andrit. Edhe më thirr Ismeti bashkë me menaxherin e njerin që ka kontribuar shumë për futbollin e Kosovës, Nezmetdin Haxhiu. Po, menaxherin e. Edhe ai, edhe ta kanë shpër interesim thojnë me ardhen në Olimpi që ish një familje, një farandë që ndoshta anë shpesh më ka sillna për kokën tem me shku me vazhdu dikun karrierën. Po nuk im kanë i thori grupetet asnjëherë. Nuk im kanë i thori, ndoshta edhe kjo ka ndikuar që jo që s'kum pranu, po dyshysh zemra s'm ka leju me shku, shkak se s'm kanë i lehtë shumë me familje. Edhe kjo ndoshta dy ka vllaznit në një gurbet do edhe i mall se nashta bëllë me ka vle me shku me provu, për shkak se kemi post kemi post cilësi, kena post. Po. Një diçka që kena mujt, edhe këto të one kanë nuhat Ismetit që unë janë shumë falenderus, për shkak se po e vërtet është ato që thatë gjë, më ka përbuzuar edhe me shumë dëshirë të madhe me shku atje, po unë nuk e di çka ka problemi, arsyeja të një pasosh, unë që s'kom mujtën me bind veten me shku, nuk e di. Jo pse s'kom pas guxim me shku, për shkak se unë normalisht se kom pas guxim, me kom pas besim vete që i kam disa vlera, edhe normalisht që isha shku, më arsyeja me sa dim s'u kanë skrat dokumentacionit. Okay. Me fjalë tjera, falenderus te moset te Ismet Munishi se po ofertën ma ka bo Ismet Munishi për rend ndërkombëtar sa për të parë. Mu për me shku atje, po su arrita, ja. Që jam falenderus edhe respekt pa fund për Ismetin. Ke vazhdu se drita. Në aspektin sportiv, s'paku je përmbush se drita, je shku me një ekip shumë të fortë edhe një ekip që u kom pretendent në ato vitet e parat pas luftës, që ka rezultuar edhe me fitimin e kupës, po edhe titullin. Qyshe kujton kohën të drita edhe trofet? Periuda dritës të madhe. Po, drita. Super ekip, super lojtar, super organizim. Drita përveç tash që po lën gjurmë në futbollin e Kosovës, edhe në atë ku është ka në ekip, është ka në kolektiv që ka lënë gjurmë. Tu marr parasysh që ka pas njerëz që kanë dashur futbollin, ka lënë gjurmë do të thotë edhe në organizim, edhe në mobilizim të ekipit, edhe në përforcime. Në atë ku, vitin 2000, klubi Drita, megjithëse edhe vitet e pavarësimit të futbollit, vitet 90, Drita ka organizuar, edhe ka pas ekip serioz, edhe ka pas organizim mirë. Po Mas luftës, normal, janë organizu edhe ma shumë, edhe vleme për me në atë ku, si sponsor kryesor, edhe një që ka në shumë për futbollin e Kosovës, është kanë Selami Osmani Bezi, kryetari klubit, që me të vërtet i ndjerë, i qoftë i letë dhe i Kosovës, se me të vërtet ka dhonë shumë manjeri, shumë aspekte, se për këtë jetës, në përgjithësi Kosovës. Juve të sport, bëllim, kulturë dhe gjithë kanë, e vërtet. Edhe normalisht kalon gjurmë për dhëmë Drita, gjithmonë të identifiku për me Selami Osmanit në futbollin e Kosovës, edhe në atë ko, vitin 2000, që thamë pak ma herët Drita Dykuriku, humbi statusin e Superligës, ligës të parë, edhe ka shpe interesim Drita, normal edhe kryetari, po aty si ideator aty në përforcime është kanë profesori Bilbir Sokoli, ai është kanë në regjistërtina dhe normalisht nuk kanë zgjedhur mënyrë ose rrugë për me shku në më kanë pjesë e Dritës. Edhe jam shku. Në sistem. Po, edhe jam shku në atë ku më të vërtetë tonat që kanë për në atë ku. A është që është të thujnë që 15, 20, 25.000 euro viti u kanë të Drita. Po zakonisht në jetë kështu nuk është mjetë thoj me vetë njerën cilës partita ka në soj kërë rogë, po masi veç ju i një gazetarë për vetë punës që bëni, une edhe ka kalu po tash jo pas pish punë, ato e në komparë që na normalisht i kena meritu, edhe ata që i kardhonën dershëm edhe ju në farindrus, une më pagu 18.000 marka. Në atë ku, plus u pas rogën dikon 6-700 marka,
Qirake rrugë më jorë, dikon afanimi marka me do premia që kena pasën. Sa atëherë kon me 3 loja, shukon mos i. Po, kena pas një ciklus, Po. po ciklus sa, kena pas ciklus se kena shpërly edhe për premi, normal jemi shku me ambicie, me Për objektive titull, qarta, po për veç titull. vetën i kupën çfarë. Atë ku jemi shku përveç profesorit si trener, i dëshmum, i konfirmum për futboll Kosovës po se po edhe në rajon. Profesori ka shku, im konën une, Faruk Satovsi, Gjevdet Lomnica, Naser Jasici, Arbër Zhubi, si përforcime. Super përforcime ta asaj Super kohë. përforcime. E vërtet. Edhe jemi shku me ambicie qarta për titull edhe për kup. Gjatë rrugës, normalisht, nuk kemi shkuar që kemi planifiku, për titull kena hu pak gjasat, e na met mrapa, në fond që dul, që kemi hu titull, s'kena mujt me arrit qëllimin e titullit, kena fitu kupën vitin, do më 2001, finalen me Gilonin. Me 10-15 shikus me stadiumin e Gilonin. Prishtinës. Edhe Super ndeshje. unë u lidha me qytetin e Gilanit për shkak se është me të vërtet një trev, një rajon, një njerëz që me të vërtet vlerësojnë shumë futbollin, e vlerësojnë edhe njerin që don me dhon kontribut, që luajnë sakt me të vërtet këtë lojë, edhe unë u lidha me ta. Në qatë mënyrë sa që nuk më isha bashkë ashtu letë më do për ty. Në vitin tjetër, vitin e dytë do të thotë qëndrimi me temë aty, më ka thirrë prap Indjeri Selami Osmani, thot Fatilu ne më kënaqem me ty, thot do të kish shtesë, i ki marr 18 marka, 2.000 marka, i kish shtesën 20.000 marka. Që në atë kohë 20.000 marka janë kanë shumë e konsiderueshme, sa që vlerisht në çka tash mundna na ashta mu krahasu, që ke mujt me marr në banes Lipjan. Banes Lipjan, Ose me maruna e shpi. Shpi po se po. Këtë komplet. Ke pas trume. Që kjo kom prapërsisht ajo, edhe one përkundër insistimit të profesorit pa ndru mjedisin e pa shku në Besjan. Kërkaj ke, në Besjan. Byti po, treneri, kish dëshirë bukon, gjithmonë ka pas besim tonë, për gjëmë gjithmonë minjës, më dhejtë e ka bo shumë për karierën tem, edhe jam minjës për dhamë të në fund, ka insistu me shku pra në Besjan as profesor, për në shumë keq, gjithë respektin, amone, po du me nejtë ashtu se dëshirë kom gjithë vetën edhe jam tash një tip po mnjemu, që nuk kam shef shumë me ndryshu, edhe po vazhdoj po riktu, edhe qysh bëhet, vazhdojmë, vitin e dytë, prap, me shumë përforcime, me shumë organizim, edhe me shumë dëshirë për marrë të qëllimi, që e qytet e ka meritu për titullin e kampionit, edhe vitin tjetër se kemi dalë, mande i ka ardhë treneri Shni Maxhuni, me disa përforcime, pa kom qëndru dhe vitin e tretë, edhe kemi fitu titullin kampion me dritën vitin 2003, edicionin 2002-2003, në udhëheqjen e Shni Maxhunit, deri në fund, mandej një muajin e fundit, me sa di, për shkak mos të rinë hak dikujt, ka udhëheq ekipi Ramadan Cimili. Po. Ramadan Cimili, ama do të thotë sa bibjen aty dikon ja 4-5 loj. 80%, 90% është merite e Shni Maxhunit. Ramadan Cimili që ka vazhdu, që normalisht që edhe ai ka lënë gjurmë në punën e vet, që ka bërë me vërtet një trener edhe një personalitet i shquar për futbollin, po edhe i dashur për neve si lojtar për shkak se ka ditë me motivu ekipin edhe grupin. Përkundër aty në vështirësive që pa. Po. Një pyetje Shni Maxhuni në atë kohë pëllon ja 4-5 gjiro sta pas nuk. Përndryshe kemi pas ecurit mirë, kena pas ekip që zakonshëm. Aty vlen me përmend Okonën, Seredin Erliu, Halim Hodaj, më shkabosh Okonën Halim Hodaj, po Okonën Hysni Gjinovsi, Selman Berisha, Shpetim Hasani, për tjere, Gjemail Zeqiri, Naser Sahiti, Burem, Kari Pozharani, një futbolist, po, Burem, qash me nësi, më sukon edhe me Van Hoxhës, që kujtut me Van Hoxhës, kujtë një ko, edhe në Prishtinë, edhe në dritë. Që në mbrojtë. Që këj grup, po kërkoj fare që ose dikon nuk e kom përmen, pa në farqëllimi, a më shkon një grup që më dhe të kena meritu, po para se gjitha që kena meritu, për shkak që shkon një ekip që vazhdimisht e ka lyp titullin e kampion. Vazhdimisht. Ama jo me çdo kusht, me lojë, me investime, me organizim të mirë. Kjo do më ka karakterizu Prishtinë, dritën, në atë kohë konkurrenti jonë shkoni Prishtina, si gjithmonë i përbetuar. Prishtina drita. Gjelani u konë një fort në atë kohë. Emi shpall kampion që mu më dërtet e një vetën shumë krenar, me thonë, mu për shkak që aty një njerëzve ja kemi këthy një farmyre. Ja kemi këthy mundin, ja kemi këthy ato investime që i ka bëj njeri që shumë i ka dashtën. Baza e dritës është që kja, këtë që a du shletojnë, dhe me thonë,
Se para luftës drita nuk u kon qa që kep i madh, si për shembull vllaznimi Liria Prishtina ose Trepça. Drita rritet mas luftë dhe bëhet një prej klubeve më serioze dhe nuk i dohet kësaj, edhe baza e dritës unë besoj që është çato vitet fillimit mas luftës, shikon ndoshta lojtarët më të mirë në Kosovë, e unë mendoj kanë ergur i do video kështu çasoj kohë, çaj e dritë si dritën që është sot e mund. Drita e drejtë. Se fund dyshim me me rivalizu, po afro me këtyr, po janë mirë që drita prapë është në atë nivelin e lartë. Edhe po mësojnë shumë këtu suksese, me vërtet me një kryesi çfarë ka, sidomos, po them, meritat mëdha ka në këtë drejtim përveç, po them, pjesës lojtarëve që diskutohet edhe drejtori sportiv. Valion Zymeri, që është me vërtet i pazavendësuar shumë. Është alfa dhe omega të klubit. Din kur duhet me të vërtet më kana i duhuri. Është tamam drejtor sportiv modern. Që normalisht se duhet me pas, e thojnë, më kanë shembull për shumë punëtor tjerë sportiv. Sidomos me transferime me se qëllume. Po bro. Kthehemi te pjesa më vonë për si dritën aktuale folëm. Qëndron te drita 5-6 vjet. Si që po shkon ty karriera jote ka 5 vjet. Po. Çdo vend, domethënë ti qëndron asoj që mos me ndryshon mjedis shumë. Prova kur u shku Maqedonia ka bë ofertë në atë kohë. Kush? Prova. Po, ne kena pas një ofertë. Maqedoni. Ne kena pas një ofertë para luftës me Profën për shkëndijtë e Tovës. Prova ka pas një ofertë për shkëndijtë e Tovës vitin 90-a. Po tash sakt do të thotë 95, 94 në dy korrekt. 95 ka mos i dikom ka 96 në çat kur Shkëndija veç Murhov në futbollin, në futbollin Maqedon, edhe Prova ka pas ofertë edhe atëherë për Shkëndijtë e Tovës, edhe mua më ka thonë, po shkojmë. Jam interesuar, po shkojmë bashkë. Kështu që se i ka pas një 5-6 lojtarë që me ta gjithmonë. Profesori, po thonë, i kanë qëndruar strategjisti. Besim, çon kanë e kom zgjënjy, kanë kështu që kanë fole për ti një shumë se më vërtet ai skur ta ngojsha atë njëri. Kom di kush akon. Ja. Po thonë se jo. Pse largimi prej dritës trajnera? Po nuk e di, do të thotë u arritë qëllimi i shpallës kampion, edhe normalisht që çdo fillim ka edhe fundin. Domthonë epoka e të ndjerit Selami Osmani dal nga dal vike duke u zbe. Për shkak se ai një çat shumë ka dhënë në futboll. Ka fjalën ka una materiale ekonomike, financiare, sa që filloj edhe mullo, filloj edhe mullo. Pak them. Ka në atë kohë pak them, do të thotë motivi për me investu më të vërtet, u kanën, s'po them që kanë i vogël, ama kanë më të vërtet. Po se, në Evropë nuk deri. Për shkak se ke investu, hajde po zon, kemi shpall kampion, nuk e di sa ka mujt më kanë argjime. Po zon ja 200-300.000 euro, edhe çka është bë, do marrë ja 2-3 ditë ka shku gazeta. Ke marrë një kupë që ka organizu federata që është shumë normale, edhe ças ka përfundu, për dallim pesur. Edhe normalisht filloj mu lo, ana ekonomike mu përmenja, po one, po tham tash të nasta, i bjen pak si një fal lavdi, po ju, nuk e kam qëllim aty, po one nas një mënyrë të e dit, ose të kom mirë njës, pak më rapa, por që ato vitet e mira, kështë dhanë mjetët e më të vërtit e kom fjallën për mu të mëdhaja, që për mu ishin shumë të rëndësishme për shkak se kisha mojt familjen me ato pare edhe në asnjë mënyrë edhe pse poshtë se po mungon ana organizative, ana financiare, haron edhe rrogat, haron edhe pe ligës që kanë edhe dhimbshme vitin 2005. Kemi ra pe ligës me dritën, ajo kanë edicioni 2004, 2005, 2006, nuk e di. Lojën e fundit kena pas me Kosovën e Prishtinës në stadion të Prishtinës në atë kohë sot Fadil Vokri, kemi lyp lojën vendimtare me Kosovën e Prishtinës, edhe kena humbur ndeshje 2-0 edhe jemi përshëndet prej Superligës, edhe normalisht që zakonisht lojtarët shkojnë, dojnë më shpërndarën shku, po në të e po, ose du këthy pak mrapa, që thash të ka mirë njës në ata që ka dhënë klubi shumë për mu, edhe në ngritjen tem është profesionale jo, për shkak se ne kisha do viteve që kisha 3 vjet, po materialisht nuk do në asnjë mënyrë të përshëndetshë edhe po fole me ndjerin tash Selamin, më thot Axhit që shtu ka pasaj, Axhit tonë kam qef shumë më konti këtu, po
pa kjo milion nuk mos kush shumë kanë për para me dhon, po një rrugë kam të siguru. Tha, bëti selami, që ti mu më siguron një rrugë, edhe shpenzimet të rrugës është unë jashtë të pranë. Edhe pse kisha disa oferta. Në atë kohë, ish Keku, ku ish profesori prap, ish Keku, ish ma herët Prishtina, e shumë ekipe tjerë, nësë është më rëndësi. Mbeta, edhe një vetë në atë kohë, Ligë para. në ligë parë, Me në gjitë. në ligë parë, po me objektivin e vetë më këthy drita prapa të ku është. Po gjatë rrugës, gjatë zhvillimit kampionatit, e poshtë që po zbehen gjasat për inkuadrim për shkak se mungonin kushtet, mungonin finansat. Sa që janë tash nështë është një farë ekskluziviteti, me të regu, nuk e di sa është, e qëllume po hajtë masin, edhe emisioni ko karakter ti, nuk ka të keqe kur gjë. Kohën e fundit, qaq që ka pas munges mjetëve, të organizimit s'po thanë që organizim ka pas dita gjithmonë, une u detyrojsha pe Lipjanit, Lipjan, Gilan, dikon 50-60 km ka pas një dritim, edhe tash mi siguru shpenzimit e rrugës, me shë veturën tem, kërën, e ku pas një Opel Kadett, visha në fund vetërnikit, i mesha 4 udhëtar për Gilan, edhe që bësh ndikon duket më sukon bilet ale një euro gjysh, një euro gjysh 2, që i sigurojsha një 8 euro, që i bësha një 5-6 litra benzin për me shku, edhe sigurojsha për malë. E bësha servitin, u kthesha prap nej, edhe që aty dikon kimet Gilan të din, është një farë stacioni për Prishtinë, që se qëlloj kita e udhëtar, e mërësha për kënej, me mujtë me zgru për nesër, eventualisht, që se ka munges të udhëtarëve portëve të remnek për me vazhdu. Kështu ka funksionu një 2-3 mujtë fundit, vetë me qëllim, vesh mësë mi thanë ti njeri nuk vi, ose lartë shurt me bojkotua diçka. Kështu ka funksionu të vitin e fundit në dritë. Edhe, basi Selami ndjerë, më ka thim, ka hanë Fadil, one ma, nuk me vazhdu, lirisht, shko, ku ty ta mërmenja, e di që ki mundësi me shku me lujt në për klubi ku dush, të falenderoj për kontributin, edhe kështu e na do. Në do, unë e mandejmë shku në hës. Sa e konë të drita, ke lujtë edhe në kombëtarën e Kosovës, që shukon me lu në atë kohë për Kosovën edhe që që ke pritë ftesën. Se kulmi jot i karrierës, po besoj ketë pajtume që e drita. Po, e vërtet. Lojnat më të mira, ose kulmi. Sukseset më të mëdha. Edhe normalisht për një sportist, në përgjithësi, edhe luma lojën e madhe. Veçanti është imperativ, dëshirë, motiv, çka do shtuj, kombëtarja, nuk diskutohet. Dash basketbol, dash futbol, dash handball, do të ajo është kulminacioni. Unë e kom pas atë fat që më kanë pjesë e repsacionit. Më thonë, pe vitit 93, pe atë kohë kur u grumbulleshin grupet. U bëke një grumbullimi grupeve, përfaqësuesja e grupit Frizajt, ose Gilanit, me Prishtinës, me Mitrovicës, me Gjakovës, edhe lushin me zvete, aty të në uzit ke kombëtarja. Unë e kom pas fatin që më kanë në grupe, gjithmonë i thirë, edhe në kombëtare, që i bje, grumbullimin final, do të për vitit 93, që më kanë gjithmonë i thirën, pe trenerit të respektum Ajes Shusholit, pe profesorit Bilbir Sokoli, këta e kanë e selektuar, edhe do të më kanë pjesë e kombëtarës gjatë këtyre viteve, 19 vitet. Po, ko pas kohë me do e lojna, kur jemi shku, dikon me lujten, ose jemi grumbullu, nështë të përdo arsyet mija familjare, nuk kom mujt mi u përgjesh thires, ose më kanë i lirum, ose në lëndim eventual. Se për një shumë kanë grumbullim gjithmonë. Viti fundit i kombëtarës kanë viti 2002, ato që thatë ju, kena pas një ndeshje revjale me kombëtarën e Shqipërisë, që në atë kohë është ngritje, ke shumë yjer mesin e tyne, të fillu prej gitarës, atë janë qande sulmit, të Roklit, Bushi, Lala, Duro, Geri Qipi mbrojtës, Strakosha, Veçaj, edhe Hosme dhe Beqiri, me neve. Rojtë si djathë e lëvim Beqira. Dio kanë edhe Hosi, po e di që Lurik Cana, në atë kohë shkon, në fillim karrierës vetë për kombëtarë Shqipërisë. E më e men, gjanët në hotel kur jemi taku. Qa e loja modhe që jënë e mosh stadion. Edhe aty ka ndohë t'i shka për mu. Ja vesh ty, edhe Arsim Abazit edhe... Po e ndeshje, do të me shumë entuziazëm, me shumë dëshirë, me shumë motiv për ndeshje, për shkak se na aty i kishim povëshne për televizione, edhe me zi preqmi me dal, edhe me lujtat lujt. Barë pregatit e dura, shkorëm në një fazë mini pregatitore në Prizren. Do në zemë dhe na super ekip kina pasë, shkur dhe këgjë. Bro, në veqen
në ndeshjen e profesorit Bybir Sokolit, ndemës Skënder Shengylli, edhe një fund kujtohet dhe një këshukan ndemës tjetër, s'është më rëndësi. Se si gjithë të fjera i kanë. Ai që s'më kujtohet, do të Bybir Sokolit trener, ky trener, edhe Skënder Shengylli trener ndemës. Edhe mi shku një mini fazë përgatitore në Prizren vendosëm një hotel Seranda, edhe kemi zhvillu servitet aty, edhe më vërtet përgatitja, atmosfera, o kanë nivelin më duhurin, ashtu që është profesorën me përgatit. Më vërtet o kanë përgatitja e duhur, edhe motivimi i duhur, apo gjithmonë ato soza që kesh ndeshje rivale, edhe mos të eskalon me dalë diçka tepër rivale. Me ne fa rivaliteti të jashtëzakonshëm që dur për mu rivalitet që po ta skush para të katë shikuesve. Ama përgatitjen më duhurat, bërëm çka njot e karakterizon punën e profesorit është në hotel Grandi mi kanë vendosur momentin e fundit para se me dojnë fush. Edhe profa që është din me organizuar dhe përgatit ndeshjen te momentin e fundit të na shpjegua analizën e ndeshjes, të marrë me detaje, sot që të ishe veç gati që s'filloj atje. Edhe është, s'po thom që është lëshim, ajo është për shkak se ti s'ka mujt ndryshe me funksionu. Pe hotel Grandit, në grup jemi shku kam në futbollistët e kombëtarës rreth stadionit dhe jemi fush. Do të thotë është kanë diçka që e papërshkrueshme gjatë asaj rrugtimit ton, të po gjatë ato ovacione, gjatë ato brohoritje, gjatë ato pritje të publikut, normal për ndeshje. Edhe fillum ndeshjen, unë isha startues në atë kohë, po kemi pas nderin me lujt për neve, kanë Ismet Munishin, atë kohë lujke jashtë diku marrë i bërë në Sukanën, në Izrael, në Ukrajina, në Izrael, Ismeti, Mehmet Dragusha, kanë Zenun Selimi, Ferenc Varash kalu ka bu karrierë interesante. Ahmet Beselisa është kanë portier, Faruk Statovsi, i pa kompromis u kanë beki djathtë, Arsim Abazi beki majt, unë qendër mbrojtës, para mbrojtës Synaj Keshi, ka e futbollit Kosovës në atë kohë, me disa përforcime nga jashtë. Edhe ndeshja u zhvillu zakonisht me rivalitet, jo, po ndoshta me atë frymë të madh që s'duhet. Në ndeshje futbolli. Normal respekt, po për kundërshtarin, a mo respekt pak edhe për neve, për shkak se na kishon vlerët tona. Normal. Absolutisht. Po, unë gjithmonë jam para asaj që kundërshtari duhet më respektu, mos kësi lojt lojnë edhe çfarë kanë, po normalisht kena doshe pak edhe vetën respektu, se na kena pas vlera, kena luajtur njëra në antar të reprezentacionit të Kosovës, që me pretendime për më pranu në UEFA, në FIFA, mesin tonë ke shumë futbolista me përvojë ndërkombëtare, edhe patum ka zafytu, patum përballë, kam fjalën, patum ka zafytu vojza. Edhe patum përballë, më mërmenja me shumë dignitet, edhe me shumë dëshirë për me përfaqësuar shtetin tonë në mënyrë sa më dinjitoze, normal gjithë mund të pas parasysh respektin ndaj kundërshtarit, këtë rast Shqipënia, që isha na e bën derën neve, bylom nana atë ku patum lut fanelat tuaj në konkush të bardha. Kështu që kjo kone... Vaj, Dragusha në me qatë lujta një shkën komtare, se shumë... Me veti, po. Po aty ndodhi diçka që mu me të vërtetu më ka një vetin shumë keq, ku marri karton të kuq, që gjatë karierës, se ndoshta që ke posë e këto pyetje, Po, ja që atë, të gjithmonë, ama kemi kujtu, du me thonë atë kur është ajo tabela, ato Shqipni Kosovë 1-0, gol Shënus Arsim Abazi, po karton një kuq, a i da deme dhe informacionet, se u shkrujshin ato edhe jene për gazeta. Po, është e vërtet. Edhe pse tash po them, nuk luan rol najsa na ajo se ajo loja u kon 0-1 dhe u kon unë pranoj ato, u kon festive, domethënë Shqipënia me gjithë ata yjet futbollit që kanë mirë ke përkujtuar kon fest për futbollin, Kosovës kon fest. Për shkak se sa i shumë rus kish 2-3 vite veç lirimit loja më e madhe kon çaja. Në atë ku iglitare luaj këtë diku në Gjermani, ha? Po, si në Kaiserslautern më duket. Domon yll e ekipit, në ekipet Gjermani, ose në Evropë, jo në Evropës, dirësh. Lala ashtu dikon. Po në Gjermani Hanovere, Bushi ashtu. Do të thotë Mhm. yje që ishin për neve me të tek nasim me kundër atyne. Po edhe për publik, shkak se i poshin për zgjallje. Edhe aty ndodhin diku në 80 mora karton të kush, ato gjithat jo, që më të vërtet një jetë në atë mbresën tem, për keq që kom fjallën, keq për shkak se jo mjot, ju që jeni në vidhat futbollit, nuk e morën këto atë shumë pak kem konin dëshku. Bilo me moj men, nashta jo për lavd, po kjo në bos të rrjedhës bisede që bëjmë me juve, po të pa më këthy mrapa, moj men i ndjeri Agim Binaku, redaktori sportit televizionit të ne, ma ka pas dhuru një çmim si lojtar ma fair play.
mbrojtës. Ai kish pas një statistikë, si gjithmonë shkon profesionale në profesionin e vet, edhe ka marrë një statistikë lojtari që ka luajtur kënd ndeshje të kampionatit, edhe që ka marrë mas pakti kartona të verdh, as një karton të kuq. Apo lun lojtar fundor. Edhe ato në atëherë janë fundor, janë në atë ku i kujtohet ju pas 10 futbollistat e vitit, ja nuk kanë tretë ose katërt, do të thotë kanë mesin e 10 futbollista më të mirë mbrojtës me pak kaç pak kartona e me të kuq, tash i bjen kjo brengose. Për mua kam thënë për shkak se ata që normal mirë me futboll edhe është normale për shkak se loja e futbollit s'ka sjell pa pritmas, diçka që ti s'e ke parashikuar. Edhe vjen diku te pjesa e parë në duel, edhe ndeshkon me karton të verdh, ajo ka diçka. Ka duelet për top. Ma karton të verdh nga i ndjeri referi Bekim Bauta, më duket Bauta, nga Struga ai ka referuar karton të verdh. Referi FIFA. Edhe rrjedha lojës ka matut, pjesa e dytë. Pjesa e dytë Kauna majtë e Jonja, ishte Arsim Abazi, tash trajneri i respektuar. Edhe futbollisti shumë, në të kohë dhaj, edhe Arsimi, për pak me arru, edhe Arsimi është kanë derë me lujtë me ta për shkak se ai ka lujtë në Turqi, në Ligë Parë, Malatya Spor, ku kanë Malatya Spor, ashtu diçka kanë futbollistë cilësor. Edhe ai kanë njëri prej atyre protagonistëve pavarësisht futbollit të 90. Ai kanë për Prezojën, mandej për Prishtinën, edhe ai ka sakrifikuar një sikur këta pjesa tjetër. Do të thotë që bashkë mirë që na përkujtu emri me të vërtetë i respektuar i Arsim Abazit, edhe ai ka lënë disi rreth Arsimit edhe lëshoni tok pak ma gjatë se sa menova unë, edhe menova shkoj start shits edhe me largu topi. Ti shku start shits, po ai normal lojtar cilësor, e shtymesh pak topin edhe në kamerën e tij edhe e dite për karton të verdh, e dita me njerëz që kam qenë. Edhe unë i shtrim, edhe ai i shtrim duro, edhe po vjen referi po më thëtë, djalosh duhet më ndëshku me të verdhin, thash, mos e more zotit, thash, kjo ndeshje revjale, thash, nuk bën për shkak si e për karton të verdh, ju për direkt kushin, a mos e kam një, tha, e ki një, tha, duhet. Edhe me të vërtet ku më nevitin shumë keq, më kanë ndëshku me karton të kush, edhe unë qaq dyshysh prej paturpsis me thonë ose për ngushtlokit, e jam shku, jam dalë për fushës, kryt ullur poshtë, terin zhveshtore, që ka normal, unë ka shtimu një keq, edhe ajo nuk shihet asnjëherë për ashe mbrojtës tam, po normal nuk u kanë diçka start, po sjellje sportive, po tani më së ka po zona jo, po ndeshje revjale nuk ka vim bashkë ashtu, po futbolli. Na, ku lujshëm për para, me zvete që të kjo bëj kene ekipën një ekipë që në kjo kapshëm. Ja vatu ku jenë me fitu, s'ka hata, për dalë. Qashtu, gjithmonë. Të rëven, emocioni futbollit që ashtu e ka. Trajner të hyshi, njerë si futbolist, pas dritës, e pas taj edhe si trajner, i parë. një fitu edhe titullin. Qysh erdhë? Puna më shku të hyse edhe qyshe kujton kohën, për më dhëmë vite torta edhe këto për një klub shumë të respektum të aty në vite. Po kjo është profesioni i futbolistit, dhe të sa i atje, sa këto. Unë e përshko pas fatin me shku, jashta ma largë Kosovës, për shkak se me të vërti këto ujnat e futbolit, të shpinë sa aty, unë e kom pas këtë fat që mena futbolit vendor, kom pas mundësi me shku në klube ndryshme, edhe si redhoj kësajna edhe kjo, që thatë ju, pe dritës mas atyre vështërsive, se me të vërtet nuk kemi sharë dritër me siguri, po mas atyre vështërsive, edhe për në përfundim, që e mire jam është me vazhdu matutje, edhe matutje destinacioni ras hysi, trener Adil Vukri, dëshire tina edhe të ndjerit e Mirësimnica, ti përforsoj edhe të tyne, kishin ambicjet e qarta ta më këtyrë Super League. Çdo vet ka një ligë ka deshin, pe ligës të katërt, tretën, pe tretës dytën. Na të kohë ishin në ligë. Gjithmonë ka pas Super League. Na garosh me ligë të parë, u drita, edhe normal na ra mund desh disa herë me, dy herë, çështo ka ndoku sistemi gara. Kemi luajtur kundra hysit, edhe normalisht ka shpejt interesim stafit teknik, shtabit teknik, këtu jemi Adil Vukrin, edhe me ndjerin tham trenerin në Mirësimnica. Qonë ti përfosoj edhe e hysit, edhe jem shku atje, normalisht jemi marrë vesh edhe kom vazhdu, atë edicion gara 2005-2006, kemi arrit objektimin edhe jemi hinë Super League, me hysit, jemi hinë Super League. Mandej, për kumë të dëshirës me vazhdu me hysin, nuk mund në me arrit një marrëveshje,
unë mandej vazhdova në Besjan, si gjithmonë profesori Bibir shkoj në Besjan, dëshira tina me shku në Besjan, në atë kur Besjana prap filloj mu rikthy, mu organizu në krye me Ertan Gjiqin, se ndoshta në fund, mos të harrojmë mi përmend gjithë ata që kanë kontribu vite 90, po pas luftës, për shkak se Madridit kanë bërë interesant garën, se pa ta Madridit kështu mujt me funksionu, ose me funksionu çaj sistem paralel që kanë shumë domethënë krahas shëndetësisë, krahas arsimit edhe sportit do në konën që aty që u kanë shumë kontribues dhënës sa përket realitetit sodit tjetës. Edhe organizu Besjana, edhe unë shkova aty 6 muaj, mas 6 muajve, prap me dëshirën në insistimin e pronarit Hysen Sadiku që më vërtet respekt tjerë zakonshëm edhe për ta, për shkak se është njëri prej tyre që ka kontribuar shumë futbollin e Kosovës. Vërtet. Në veçanti te Hysi, për shkak se ai shkon donator edhe në Besjan. Po mandej ka formu klub. Më ka pas dresat Besjana Hysi. Po, Hysi, edhe vazhdova prap në Hysi, pe Besjanës 6 muaj në Besjan, patëm disa rezultate mesatare ashtu, edhe unë vazhdova prap në Hys, u mliroj Besjana, edhe ata patën disa probleme organizative, edhe u mlironën prap edhe në Hys, edhe në Hys mandej pjen kanën me të vërtet ajo dhanën a epizodi përfundimtar i karrierës, për shkak se aty kom përjetu. Qysh e kujton vitin e fundit? E kom përjetue edhe se qysh më përshëndet një familje pe futbollit, edhe qysh është si trener, kjo është periudha përpara, do marrë si futbollist është ka fjalën, qysh është me të vërtet me përjetu edhe me pas suksese, edhe me pasën rezultate kulminate në familje, për shkak se Hysi u kanë shumë një klub simpatik, ata që thatë ju, Katolika ka kalu, Katolika, Katolika që shpjegën, për çdo vit ka një ligë edhe normal në fund ka mbërri në Super League që në kanën e bashkërisht me ta. Me të vërtet është një periudhë e jashtëzakonshme, për shkak se më me thonë është drita dhe Hysi në kanën, ai kulminacioni i karrierës tem, lojërat më të mira që kam pas në kanën aty. U shupëllëm Hysi për një organizim të jashtëzakonshëm, u shupë për një klub që ka pas një status privat, ka pas fushën e vetë që në kontrola nështë për Kosovë, nështë, kështu që ka pas gjithmonë futbollistat më kvalitativ, edhe unë e kujtoj me shumë dashamirësi periudhën të Hysi, për shkak se ta nuk ndërlidh edhe me një epokë tjetër. Po, qysh me përfundu karrierën si lojtar dhe me vazhdu si trajner. A ke natyrale kjo? Të karrierën ka zgjatë në 2009 si 38 vjeçar kur përfundu karrierën. 38 vjet i kom pas kur i kom përfundu karrierën edhe po shkallakadar që po vjen fundi edhe i karrierës edhe mjaftu shumë gjatë. Në atë kokën të mos sillke që du dikon të punësoma edhe ta kam një jetë pak më të shit edhe më stabile se për këtë anës financiare. Edhe kjo mu plusu. Falë Zotit edhe unë pa tasha jam do të aty, jam pjesëtar i shërbimit korrektues Kosovës. Punoj në dikasterin e buxheve në kuadër të Kosovës. Edhe pa ta punësu vitin 2008. Edhe aty tani fillon vështirësitë e para se për këtë karrierës. Pak mosha, pak puna, për shkak se aty kishin oraret e ndrimet e natës, din ka pak më kanë armik i karrierës, armik e kanë fjalën aspektin e lëndimeve, për shkak se organizmi nuk regenerohet, nëse nuk e bën xhumin ç'është duhet, edhe poshtë lëndimet po vijnë, edhe nuk isha i vërtetit që isha ka më herët, edhe normalisht kërkova mu liru pe i klubit, edhe kanë hasë mirë kuptim, në atë kohë trenerës kanë Muharrem Saiti, një emër i njoftën, një emër i shquar, edhe se për këtë të futbollit aktiv të lujturit, edhe ai vitet 90 ka sakrifikuar shumë për shkak se ka futbollist kulminant, dhe ekstra futbollist. Dhe dim karrierën e tina, shpesh ka lut në ligën e Kosovës, në sa pjalamet klubeve, edhe ka në vërtet kënaqësi me lukun tina. Për shkak se një emër edhe në futbollin e Kosovës ka vitet 80 ka lënë gjurmë. Edhe tash normal kur vit të lumtë me neve në për ora djerina, motivet e na ushteke për shkak se lyshe me kundër një emrit të madh. Edhe në atë kohë është kon Muharrem Saiti, trener i klubit Hysi, që me të vërtet i falenderoj shumë për mirëkuptimin, po të njëjtin ku i kërkoj falje se shpesh nështë i kom prish punë edhe në skemat e tina,
Mu për shkak të asoni që ka pas respekt të une, edhe mos më allon mundësien për shkak se, okay, Fadzel, unë s'më para me du ekipin pa ty. Po ti, po me keq si pas tërvitje, jo. Shpesh ai ma ka mundësu mu, edhe pas tërvitje, më përfshi, pas tërvitje ka fjalën tërvitje në çdo tika të di që mungojsha. Do të falenderues te mose, ama edhe me kërku fjalë për shkak se shpesh nëse ai prish plan atë aspektin e përgatitjes lojës. Se tash unë si trajner për shkak se më vërtet shkon gabim i madh pas borë në lojtar, se s'është i rregull stërvitje e me përfshi Informacion antetometri. edhe normalisht bisedë me profesorin Muharrem Saiti, edhe me pronarën Hysin, për në përfundim për të mirën tem me përfundu, ose ma mirë me thonë 6-7 lojtë e fundit me shku me lutë në Ulpian, për shkak se Ulpiana në atë ku nuk ka leke me një kohë të mirë se për këtë rezultate dhe kishin nevojë për përforcime, normal negociata me trenerin tem të parë të mrapa po kthejmë me Luiçin. Ai patjetër kisha mundesh më kthy se më vërtet është për mundi më së madhe. Unë shkova 6-7 lojtë xhirot e fundit. Nuk e kam dhënë kontributin e dorën zemër ato 6-7 lojtë e fundit. Duhet me pranu për shkak se nashta për shkak të lëndimeve, nashta për shkak të amortizimit, përgjithësi të motivit për mu lujt, po prapë se prapë për kundërshtohen ona gjithmonë ju mundof me inspiru veten, me nxjerr veten, me dhon ato më të mirën për klubin, edhe me arsyetu ato që kishin dëshirë ata më kanë pjesë të tyre. Shkova në Ulpian, luajta 6 lojtë e fundit. Loja e fundit u shkonën me dy korrikur, një farë asie, dy korrikur lojën e fundit, po pa ne var rëndësie për rezultat, ha? Po, edhe për rezultat po, ama pa ne farë bujet të madhe se për përfundoj karrierën. Po, ama pas ke përfundu ku e ke nis. Po, ku e shumë e mirë. Një farë mënyre, një farë kombinimi me atë ku fillu, edhe me atë ku një farë mënyre, ku pas një farë ngritje, po. Shumë shkajnë përzi, edhe përfundova karrierën, do më 2009, në fund në dhjetor 2009, edhe mandej një thirrje pa pritmas e pronarit, thash Hysit, Hysam Sadikut, jam bërshli madhe tina, po thon për shkak se ai gjithmonë ka bë për mu, s'pokon këtë profesionin e zezë, trenerit ka pas shef mu ngrit. Për shkak se di, ka pas një simpati, me thonë, një dashuri, një diçka si personalitet, ndoshta kum lënë diçka për shtypje të mirë të ai. Edhe po më thirr një telefonat prej Hysit, po më thotë, Adel, du më të të kilo prapë. Nuk e dim ka thirr Hysi, ka thirr bashkimi, është vllavi Hysi. Po, do të çatu ata bashkë, ka thonë Hysi është bashkimi kanë. Menaxher, alfa omega klubit, po më duket Hysi më sukon. Ta Adel, po kam dëshirë ta më të klub, thash. Ai pezon Hysi, thash, unë kam përfundu karrierën, të më nëse po më thirr me lut futbollin. Jo Fadil, tha jo, me lut futboll jo, tha po kam çef, tha më kthy ti trener më bë. Trener, Dems e Hysni Maxhunit. Trener Hysni Maxhuni, një emër i madh, respekt jashtëzakonshëm, unë kisha pas rastin me punu në dritë me ta. Tash, unë nuk e di këtë profesion se kom punu asnjëherë. Ai thash jam mëson, tha me Maxhunin për skejt, tha mëson. Edhe fillova karrierën kështu. Shkova, bisedova, u morën vesh për kushte që jam falenderues edhe për sa për këtë kushteve që në atë kohë më të vërtet ku pas një pagesë dinjitoze, më thon. Po. Se në atë kohë. Të drejtor sportiv, u shkon Arnor Morina, Hysni Maxhuni trener kryesor. Edhe kështu ka fillu karriera jam si trener. Me ju thonë drejtën, unë gjatë karrierës të Po s'plan. Gjatë karrierës të jam, dykon 24-5 vjetë, so për bjen dykon 85, 2009, për bjen dykon 24-5 vjetë. Edhe, me ju thonë drejtën, ko gjë vetën huja, që dione, me punu si trener, amo, ku dhe mujnë nga të pasit mash, Hysni Maxhuni e kom pose, thuja se s'kisha ditë as ekipin me nëzej. Kështu që tani petina kom su shumë sane, për Hysni Maxhuni. Shumë të respektu, Hysni Maxhuni i mal. Fadel, tingat me e këtu, mos shumë mërzit për kush gjë tjetër. Edhe ma shkurt filloj karriera jam si trener, edhe pse asnjëherë se ku menu, ma shumë, për thon drejtë, ma shumë ku menu si refer. Si refer për shkak se ka rastis, unë gjatë karrierës tëm, pas e më fillu faza përgatitore, po nashta gjatë fazës përgatitore, kom dalë kom servis shpesh në stadion qytetit Lipjanit vet, edhe pat rastis një lojë i do fshat në aty, u lujke në Ulpian, në stadion qytetit, edhe profesori më herët që thash Shoqëri Salihu. Apo na referon. Edhe thash po, edhe të beke pak me vrapim, pak specifika vrapime, po thash, po profesor. Edhe ko gjë shumë, që më po bëni fare referën. Edhe kus më ka do për kokës tëmë që ka më bëni referën. Edhe po prefer, po tani, shkoj edhe
kjo çështu u konën fillimi, në të fillimi u konë me Sema Xhunin, mandej ku pas fatin që ku bonu me Sema Xhunin, me Bilbil Sokolin, me Abner Morinën, me Afrim Toverlanin, me Gens Hoxhën, me Yusuf Tortoshin, Emrat mëdha të futbollit. ma eminent, kulmi, elita e trenerëve, pe ma të mirëve në rajon. Edhe pa ka shumë stile ndryshme të Trenerja s'ka i lojës. përmena, lirisht çoj ku dush. Ata ka me funksionu. Ka me funksionu pa kërën e problemit, për shkak se unë më kanë afortyne, e di që shfrymojnë, e di që shka lanë gjurë për punë, e di që përgatisin ekipin, e di që motivojnë, e di që shojnë lehtarët, sa mirë objektive, sa s'kanë qëllim dhe kërkujna, sa kanë qëllim mi ju ndihmu, në shumë aspekte. Që që për shta për thamë për një njeri që i unë plak me futbol. Sa është një ajk i rrugës me thana, po për thamë, për një njeri që ka kalu 4 sistemet futbol që ta për meret, sa është për lavt, po më arsyetu vlerësimin tëmë për trenera. Këta që përmena, po thëmë, mos me ana shkalu dhe në ajo që këta, ama me këta që kumë punu, edhe e kam këtë bindje, e kam këtë opinion, edhe kërkosh nuk ma i për kukës. A ke morë trajner për të gjithve nga Për pak? të gjithve, ku morë nga pak. A e kina i konë që e përafron ma shumë me najnjonin stilin e lojës, tani kur je bu vetë trener. Jo, ne, për si të kumë po, për si të kumë vje ka pak diçka, edhe kam një repertuar të emit punës, që nuk e ndojnë tash me asë njoni, për shkak se... Po me kun të përshtatet ma shumë e loja... Po me ketë nga pak, me ketë nga pak, për shkak se, loja futbollit është asisoj edhe, s'mosh me bo shablon, me thonë, ka me punu qështu, se loja s'ka sill. Loja s'ka nuk sill. Kështu që duhet më kon pak fleksibil, bo situatës se me reagu. Duhet ka pak më lezu loja, ato që përmend ju më herët që kemi bisedu me Lirdajen, edhe ka përgatit në deshën, se përgatit në deshën e të nëjtë caktuar, qështu kena me lujt, se në futbol këj, ideja se qështu kemi sulmu, ideja qështu kemi mbrojt, edhe qështu kemi reagu këndon pësedu si topit. Tu e në ato 3 pikat ku të rejtë me punu. E atë tash e planifikon, loja se qështu kemi sulmu, qështu kemi mbrojt, qështu kemi reagu kur tup me topi, po që ka thonë treneri i Lirdaja, respektum, shkon diçka po diçka pa pritmës, edhe den letar me të kuq, lëndohet dikush, hin dikush që s'ukon është planet të tua për fillim e kampionin, edhe në marrë që ti, duhet me ndryshu diçka. Gjatë që, po thom, kjo, zeja të rejtë është kogja, ma vështirë se letë. Kogja kompleksive, a ma është e dashër, pa dyshim. Edhe ti e ki fatin me udheq njënën për ekipëve më të mira në gjykoj në futbol në Kosovës mas luftës hysi i aty në vite, sidomos me nësëll me Zhdrellën, Zabërgjën, Osmanin, po dhe me Sfusha, Musole, Mbrojtje, Jashanica, Ahmet Haliti, Hoxha, Regjën e përmenëm, Eni Zabërgja, Kastret Regja, Osmani, këta kanë këtë futbolista, emra që më thonë lirë që për ndërpen është u identifiku futbolli Kosovës për mes e vërtet, u identifiku. Hysi e ka fatin, ata lejtarë dhe te ki fatin më bu bashkë dhe më bu kampion. Hyse njek për disa vjetë titullin kampion, po me ty e arrin. Po, qyshe buen qaj vetë dhe qyshe... Po s'ka një vit që normalisht ambicet e hyshit kanë gjithmonë për që titulli më këthyn lap, që e meriton e trev. Një sikur që të këmë thonë për Gilanin, po thonë edhe për lapin, për shkak saj e trev e meriton. E meriton, më të vërtet, ajke me thanën, ose çka është më e mira diçka në futboll e meriton ai popull, ata njerëz për sport që e dojnë, di me vlerësu. Edhe normalisht, po them, Yshi Tunis për kësajna ka investu edhe e ka pu titullin kampion, pati jam kanë në nëdheqen tem, vitin 2010-2011 edicion. Amo, nuk është me të vishemja, dorën zemër, ka fillu Bilbil Sokoli, tikon 8 xhiro, që normalisht ka kalon gjurëm për këtë sukses, kalon gjurëm, ka vazhdu Arnor Morina, mas largimit Bilbil Sokolit, ka vazhdu Arnor Morina, mas Arnor Morina, unë i komë dhe që ekipe. U konë atë kohë sistemi me 3 gjiro, 3 rrath, u konë e sistemi Begirit, ta është na kemi lujten, në atë kohë lushin dikon pjesa në kam me 15 ekip, 16 ekipe, me 12 ekipe. 33-0, e fundit u konë 6 lujë mrena në sekundal 5 jashtë, edhe në finalja u konë me 2 ekipe më të forta. Do të Bilbil Sokoli ka fillu faza përgatitore për forcimet e nëmbo, edhe normalisht punën që ka bëj është e pa diskutueshme, e pa amueshme, ka vazhdu Abner Morina, që normalisht nuk diskutohet edhe punën e tij në kalon gjurmë,
Edhe normalisht ka ardhur puna tash te rasa jemi për shkak se isha trajner ndihmës, mas largimit të Arnoit për do arsye, nuk e di. Po. Nuk e di çfarë të kon. Edhe po më thirr Rysi, po më thot, Fadel, unë mo te nuk marr. Që don me vazhdu, që ku ki letart vazhdohe. Nuk don, unë s'marr të trajner tjetër. Edhe normalisht në bazë funksionit që kisha, unë duke më dhënë ekipin. Po. Ishin dikon, ish faza e tretë. Po. Ish komplet pa lujt, Po. që i biki dikon 11 lojë, edhe grupit dytë u kanë dikon ja 2-3 lojë. 2 lojë, E di që loja parë, e di që 2 herë kemi mujt flamutorin. Edhe faktikisht ne kemi Po që ato është po edhe kthimi, në ato në flamurtar që është me shi edhe 0-3 0-3 ajo kona do super golla në aksione të forta ajo. Amo gjithmonë bën të mos e mohu edhe meritën edhe kontributin e dy trajnerëve të respektuar, edhe Bilbylit edhe Arnolit që kanë dhënë për klubin për atë rezultat. Unë kam pas fatin që dikon i bia të 11 edhe një 3-4 xhiro, 4-5 xhiro kanë, që normalisht 4-5 xhiro gati gjys. nuk është Gjysa e kampionatit do vjen me mojt në balancim ekipin. Me mojt homogen ekipin. Me mojt me çato xhiro në radhë ligë. Me mojt motiv ekipin. Për shkak se na të kon kujtohet, minus 9 pikë kemi kanë mrapa. Prishtinë. Edhe normalisht gjatë rrugës Prishtina disa gabime i ka bë, e më men me Drenisën një gabim që na e fituam flamurtar shkonon +6. Andaj vazhdoi edhe në radhë me Sadimës ka bën një gabim që kompaneve me Sohareken është me balkon. Ose mos kalu balkonin. Balkoni kalon në radhë. Balkoni kalon. Edhe e më men se kanë për neve ajo në ndihmës pionës balkonit të përshim për interes. Ata ishin për me me ligë. Ne na kovonoi që erdh puna +3 pikë, kështu që megjithëse na po thon pe ditë sport, normalisht në bazë funksionit që thash, unë e kisha për obligim me mojt ekipin motiv, me mojt në balans, me mojtën tamam përgatitur për shkak se kishim shumë lojë. Edhe aty po kom pas fatin që kanë futbollistat që thash u identifiku futbolli i Kosovës përmes tyre emrave, tu fillu prej portier, nuk e di kush ka mujt më kon. S'po di. Mos e kon ky Afrim Ademi. Afrim Ademi gjithsysh, Afrim Ademi po, Afrimi kon pjesë yçi gjithmonë edhe është për atyre meritorëve, po, për shumë gjenerata. Afrim Ademi, Ahmet Haliti, Barami Shanisa, Beki Majt, Papuçi, Yll Hoxha, u kon Sogojeva, nuk e di akona Sogojeva, mos ka shkuar në trepë, nuk e di, po e kon këta që usil Beki djath Kushtrim Breznica, plus janë kon këta të rit sa erdhën në ekipor Bujari Drizi, Fiton Ajdari. E vërtet, kon Çitoku, Rrem Çitoku. Po Rrem Çitoku, para mbrojtjes u kon Besar Musolli. I pa kompromis. Me do të mund ka mish ai një shku ka bënë karrierë të mirë në kampionat shqiptar. Ma përpara atje mentori Eniza Bërgja, Labinot Osmani, lysh me si 4-4-2 rëmb. E di që Besari kanë këtu, mos u kanë Yll Hoxha pak më përpara taj treshi para tyne, kanë djath, nuk e di kush ka mujt më kanë. E kam shënuar më atë dikon po. E di që Kastjo Tregja edhe Lobi përpara, Eniza Bërgja kanë e Majt, kanë djath përparim Osmani, në kanë që ta që në sirë, po, thash futbolista me karakter, pse po me karakter, për shkak se unë nuk kanë bashkëtari tyne. Po, ke lujt. Me Mentor Shdrellën, me Eniza Bërgje, me Labinot Osmanin, me Kastjo Tregjën, asë një herë nuk i kanë posë ato me thonë në raporti, valane me Fadilin, im kanë bashkëtar, edhe mos mu respektu. Po, jenë kanë shembull në punë. I kom thonë djemë, jemi minus 9 pikë, jemi këtu ku jemi. Duhet me besu fuqishëm se muna mja dollë, mja dollë me bonë gjanat moja. A për neve gjanat e moja ishin me mri titullin. Spako s'kra mu dërzu. Ma mirë është një luft me provu, me qu, të në fund me provu ape luftan, ape fitan, se so mos me vazhdojsh, mos me fillu luftën. Kështu që, bituri se nuk është let, jemi shumë rapa, amo, qëse jemi unik, qëse jemi homogen, luftën për njën e tjetërin, këna mja dollë. Dashti zoti, gjirë në radhës, flamurtar fituram 0-3, Prishtina dështojmë duke mësu kanë me Drenicën. Tani shkonom jashtë dikon, zime kanë, po patum rjedh të mirë, pe minus 9 pikëve, në fund e kemi lujt në deshin, që në fund të ky sistemi i garave, është kanë në fund të lujke veni par me dytin. Edhe na gjithmonë llogarit që i bëjshme. Me Prishtina këna e lu, ka me arë puna me vendos me Prishtina. Po na shkonë me shumë komoditet, lojën e fundit me plus 4 pikë. Edhe lutëm atë lojt me 0-0, edhe u shpallëm kampion, që është pak
me të vërtet për me besu se me të vërtet njeri kur don mund me dal edhe mund me bëj gjëra të mëdha. Kur beson. A ka shiu ky titull më shumë si trajnera gjatë kohës si ke fitu si futbollist? Jo, më thon drejtë kjo normal e ka pas atë entuziazm, atë dëshirën edhe atë plotësimin e aty në ndjenjave edhe si lejtar, në atë kohë kam fjalën për shkak se thash në Gilan jo me çdo kusht, po luftoni për çat titull e arritëm ish një fakt kënaqësi, u plotsu. Kjo e ka pas atë specifikën e vet për shkak se unë fillova me një profesion të ri, edhe më ardhen edhe më atribuni në mënyrë mos si sukses, edhe pse në gjithmonë për studio televizive kam thënë gjithmonë se kjo është bashkarisht. Është trenet Bylber Sokoli, është edhe Mojnes, është edhe në fund. Kom pas fatin në fund. E kemi përfunduar, që kemi përfunduar me ato -9 me +4 në fund, që është normalisht këtë jemi konën meritor. Tu fillu pe kryetarit, hyjësit e deri te ekonomi Julla, i Sufit. Dhe marrë po, protagonist kryesorën kanë futbollistët. Këtë jemi konë meritor, protagonistin kanë futbollistët. Ata e kanë bot pa mundurën. Në më me një loj, kemi lujtën me lirien, me një teren lirë ndërëndum, kërë kom po Kastjo Trejgjën ka vrapu, pe 6 meqit kondërshtarit me mri, me ndërpe një aksion, dikon ka të 6 meqit ju, është me dhe sakrifis. Kërë kom po mentore me sfar entuziazmi dhe me sfar motivi i monte e litartë, është me kam me dëvërtet. Klasi, Eniza Bërgja njët, Labinotës Majnë që ashtu, Ahmet, Haliti me Bajrami Ashanisën, në të ko Bajrami, shpëllëm që kanë fillim karierës, po, thësën fillim. Shumë stabil mrapa, edhe me pjesën tjetër që plotësonin me shumë dëshirë, me shumë vërtet, edhe me gjithmonë mbështetje pe anës kryesisë. Se normalisht gjatë kësaj periudhe kena pasur disa dështime që kena prit nështë me fitu, po kena ose kena lujt baras që kanë jam mrapa, mo gjithmonë ka përkra. Hysi bashkarisht me kryesin, po hysi u kanë kryesor. Edhe në fund që kemi dalë që u kanë me vërtet një diçka që u shpërbly një punë e mirë, u vjen mirë për ata futbollist që mund u krenu, që në CV-n e ty një figuron si që janë shpall kampion, se më mërmenet me shumë merit. Me shumë merit. Për shkak se, edhe në peni -9 që të me kalun +4 në fund, është me vërtet diçka që të mu vlerësu. Të mu vlerësu, më ndaj u kanë feste madhe, u kanë, sa që qash feste madhe, sa njeri në përfush, unë e rastisht kom hi në garderob, tash të për thëmë këto, që thojnë për me ngrit pak humorin, është pak madhështi ku njerë bën humor në dëmë të vetin. Unë për bëj pak humor, humor në ashtë është, po është një farë, dhe kurioziteti, unë më hinë, u fresku pak në zhveshtor atje, edhe Julla, ma kam mbyll derën me Chelsea. Edhe unë me të mrana, aty u bëj këgzimi, aty u bëjshin ato, dhe ljëpshin trenerën me dhajnë intervjizë, koha, fadzili, sështë, menë si dikur, tu më nuk ndëgjaj ke kur gjë për shkak se ish feste madhe, kërkosh nuk vike të zhveshtorët mo, onë isha me të mrana. Edhe Julla me shumë zhuarësi edhe mshe, edhe vjen. Normal edhe për atë njerë që edhe punëtor sportiv është edhe Julla. Normal, edhe ka festu edhe. Je që jep jeshi pak ekipë. Vazhdon të hysi, pastaj ki ku edhe të Llapi kalon edhe të Ulpiona në Super League, janë këto vitet e fundit që ke punu me këto klube, që shë vlerësën e historinë tonë dhe i sot, kur sot je edhe pjesë e Federatës Futbollit Kosovës se trajner të grupë mosha U16 ku kem jashtëzakonisht talentat mirë. Po ashtu ndodhi, me hysin Arpëllam është edhe për këtë karierën tem, edhe si futbollist edhe si trener, aja goditja më e madhe, në aspektin negativ është kanë kërë ushu hysi. Kanë viti 2014, kena fillu fazën përgatitore, edhe erë një moment kur u do të më shumë klubi edhe ajo kanë me të vërtet një diçka e papritur për këtë neve, për këtë futbolin kosovar, po na që mi kanë pjesë ati klubi, u kanë diçka e papritur, u kanë goditje e madhe, edhe normalisht hysi na ka liru. Gjithë neve shkemi kanë aty pjesë edhe letartë, edhe trenerët, janë të lirë, përkundër shumë përpjekte që kanë bërë disa strukturat që për me vazhdu, po realiteti u kanë qaj që na kemi ngesë, edhe në të ku jemi shu, jemi konë vene dytë mësa dytë. Dytë mëse tretë, që atë dytë. Vështia mëse konë e para. Atë vetë, atë edision, u shpall kampion. Ne jemi konë dytë. Ne kemë shumë talentu në keni posë. Ne në rrim gjeneratës, për shkak se hysi edhe, shkur mrapa atë drita që kemë. U arret një qëllim, edhe tash pak investimet pak mu zvoglu, edhe pa të mliru disa ritar, edhe
disa lojtarë tjerë erdhën në skenë, po pak më herët se këtyne, ju kemi lanë si shumë me lojtarëve të që përmend. Për skene e Bujar Idrizit, domthon kur ka në shprehje Bujar Idrizi, fiton Hajdari, përparim Islami, Rahim Qitoku, edhe disa tjerë që kanë me vërtet. Po na përkundër atyne që kanë shku futbollistat pjesa dërmuese, ka pas rezultate shumë të mira. Keni pas rezultate të mira, gjithmonë jemi kanë në pjesën e epërme, po gjithmonë kur i kin klub mentorin, mentor të edhe më sa dim se kanë edhe nisi që atë kohë, edhe disa lojtarë tjerë, normalisht se nuk mos me dështu. Për shkak se sipas disa parashikimeve u parashikoj që hyjsi kanë pas probleme me ekzistencë, ka me pas ma testurin që ka pas, po na përkundër saj na prapë qëndronë mirë, edhe masimisht pa kampion, domethënë 2-3 vite tjera, na jemi kanë dikon me përforcime, po jo me atë entuziazmin që ka më herët. Po gjithmonë jemi kanë atë pjesën e epërme me shumë kërkesa ose me shumë ambicie gjithmonë. Po ky vit i fundit tani më bënëm ndrimin e gjenatës në mënyrë, përveç tyre lojtarëve që metën mentori, duket me s'kon edhe nisi, Afrem Ademi ka mbet aty, harrop edhe me përmend këta lojtarë që për mu identifikosh edhe Afrem Ademi që është më vërtet një fytyrë shumë pozitive për kolektiv, është më vërtet shumë i përshtatshëm, shumë i këjshëm për me punu, edhe shumë kontribuos dhënë që kanë, çdo ekip që kanë, edhe në hysku pas rast me si futbollist, po edhe në lap është më vërtet shumë pozitiv. Edhe kjo kanë ai lajmi që për mu kanë trodin në mënyrë edhe hajde ma këtu që duhet me vazhdu me qitë hapin tjetër, mandej më shku në Ulpian, edhe përkund disa oferta që kisha, kom pas ofertë në dritë me shku në qatë kohë, kanë thirë, Gjilani, nuk e di në shta në një klub tjetër, për s'ash më nësi, unë shkova në Ulpian, edhe herën e parë që në Ulpian më shku me një 2-3 epizodat ndryshme, herën e parë, tani edhe herën e dytë, mandej ka thirë Lapi, se të në ndimsh, im kanën teri para se më këthy prapë në Ulpian, herën e tretë për bjën në Ulpian që më këthy. Do më në kanë disa levizje, jo në ashtë të pritura për mu, ose për futbol dashësit, për shkak që ka një karierë, për një trenet shpallun kampion, rona me përmenë se në qatë vit, kemi fitu dhe Superkupën, në loj me Besën, në Mitrovic në gjithë loja, ne jemi kanë fitu së kampionatit, Besa kanë fitu si kupës, edhe kemi ujtë trini. Kemi fituar ndeshje, e fitu Superkupës, dhe normalisht se prishmëritin kanë që anet të kanë një karierë pak ma të bëshme se për këtë punës të nerit, po të unis për qasajna, për shkak të punës që kisha, edhe disa planifikime të mija, unë prapë mbeta me do ambisje pak ma solide, me do ambisje pak ma mesatare edhe përfundova në Ulpian, jo pse Ulpiana nuk është klub, amo nështë ata kanë pas nevojë për ty, edhe pritmas nështë unë me shku në Ulpian për kak se në pëj për një klubit që pallën kampion, po shkoj me Ulpiana atë ko, ose kanë likt parë, fon likt parë, qashtu kanë për në Ulpiana likt parë, po normalisht edhe ka pas objektivat e vetë, edhe ka pas atë knasinë e vetë më kanë pjesë e sajna. Andaj në këtë kthem të arrin në fundet të kthem e kthy Ulpianën në Super League. Treta e vërteta. Herën e dytë. 3 vjet në llap, prapë mira, insistimi të Erba Tatinës më kthy pramë llap, edhe ju më kthy llap 3 vjet, 2018, 2020. 18 në me 3 vjet të vjenë. Të në ndim si të Erba Tatinës, më të vërteta e një periudhë e mire. Një fitu njëra 2 kupën bashkë me Tahirin? Jo, asnjëra. Emi kona në kampion, në kampion emi kona kupën e ka fitu e Masium Dalën. Masium Dalën, po. Më hupi një finale me Besën. Finale ka hupi një vit ma herët. E ti e shku, po e tani. Edhe 2020 klubi Ulpian e organizu, edhe e prune si sponsor general Dino Company, normal, bashkë me ata punëtor sportiv aty që në për rreth, edhe dëshirë ty një kanë më këthyë në Ulpian, me shumë dëshamirësi, e kom prit, edhe pse pa me kom prit një farat lakit në lap, se më dhe kom pas respekt edhe atje, kom mujt me qëndu sa kom dasht, bised me Tahirin, i kom spjegu për disa arsyet mija, për shkak të udhëtimit, edhe ka pranu mirë, ka në fadit, ty që shtashish vetën ma mirë, që ashtu vepro, edhe kom vepru, në shku në Ulpian, edhe ju mull me priste klubit në mesin e tyne, drejtori sportiv, treneri i ma hershëm që e përmenu fillim, Enver Durishi, drejtori sportiv, Dino, një biznesmen një shquar, Kosovar, me fat i Lipjanit,
Abedin Saliu Dino, një ndërmarrje e suksesshme, ajo ka sponsor gjeneral, kryetari i klubit, atë dojna më të afru, me punu, ambicet cilat janë ambicet veç me siguru ekzistencën. Kemi fillu punën, tha një mënyrë je i pavarur. Ka ndush largohë, ka ndush bërë, e ka fjalën se për këtë futbollista. Dhe na normal kemi bënë seleksionim për një javë, sa të ditë fazë përgatitore, edhe çka kemi largu, diçka kemi afru, kemi fillu kampionatin me ambicie shumë solide, shumë mesatare. Kena pas rrjedh mirë të kampionatit edhe kemi përfunduar të parë së bashku me Flamurtarin. Edhe përkundër asaj që ka pas pretendent që kanë kanë të organizuar, kanë marrë shumë përforcime, në mesin e tyre nuk kanë Flamurtari që batropi ligës çat vit me komplet ekipin e karut hiç në tani futbollistë dy u kanë Keku njëjt mandej u kanë Dardania e Kamenic ka pas edhe Ferizaju si gjë. Domthon 3 ekipe të Superligës, plus kjo Dardana, plus Vitia kanë me element përforcime dhe organizim. Na në mënyrë se pe plani i dytë kemi shfryzuar si në heshtje. Tu punu edhe kena përfundu në vendin e parë në pjesën e vjeshtuar. Jemi urë kena bisedu me pres të klubit. Çka po dojna? Hapin përfundimtar për Superligë apo po don diçka tjetër. Dino, kryetari kanë do të shkojmë deri në fund. Këta lojtar e meritojnë, bashkë me ju stafin, e meritojnë Superligën. Edhe kena vazhdu pjesën tjetër, pranverore, me rezultate prap fantastike, edhe kena përfundu si të partë në grupin tonë, se në të kohë ka me grupi Liga parë, edhe kena përfundu para Flamurtarit, para Dardanës, para Kekut e Flamurtarit, kush kena në Vitisë, këtu në kështu që, po thamë, edhe aty ka pas futbollist shumë, se me dhe të dënë javlemi për me nuk kanë Armen Blakshori, jashtëzakonshëm, kontribut jashtëzakonshëm ka në për atë periudhë. Akil Makolli, një futbollist fantastik, edhe me virtytet larta njerëzore, po edhe me cilësi futbollistit lojtarit të jashtëzakonshëm. Andaj u kanë Bardhja Musliu, Egzon Qerimi, Shqiprim Kelmendi, ka pas futbollista që mos e harroja dikon, mos ma zon për të madhe, me të vërtet shumë, ku pas fatin që më kanë me ta, po organizimi i mirë, edhe arritëm Superligën si pa prit mas. Me këto, për bjerë një fa mënyre, pak me livdu vetin, aty ku ka organizet mirë. Edhe, ka cilësi, unë jam i ka shumë me punu edhe rezultatet, barën që shtu po të regon që s'ka mungu. Që që edhe për talmen. Po mas sajtë i ke pas disa oferta në vitet e fundit, po i ke refuzu. Kur presëm që mu këthy si trajner i parë. Se ke pas bajagi oferta në vitet e fundit. Mu mas shumë të shkan vjen keq për klubit Vjosa, me të cilë kemi arrit një marrëveshje, po për shkak disa obligime ose për shkak disa arsye personale, familjare, im duhet mu të rek për jasoj marrëveshje që kemi bo. Është të vërtet se na jemi marrë vesh në parim, me kushte me këtë, amos kemi fillu fasë përgatitore. Amo për shkak disa arsyet mija, unë kam i kuptua edhe ashtu e kemi anulluat marrëveshje. Po, është të vërtet që edhe si trajner kryesor kom pas oferta, të përfshi këtu që tash edhe Vjosën, po disa ekipe të ligës parë, edhe shumë tjera më kanë pjesë e stafit të ekipeve ndryshme. Tu fillu Pedritës, që kanë shumë konguls, marrë që përmenëm Valon Zumeri, edhe në kohën kërë shkon Ardiano Hio, edhe në kohën kërë kanë Arsim Thaqi. Shumë në kanë konguls, me shku gjithësysh, edhe jo vetëm se të nëndim sa mo, po kem shef Adil me ty edhe për një kohë pak ma gjatë me bisedu, me bashkëpunu. Po, e ki një përqindje pse ish futbollist i Dritës, amo ma shumë për shkak se ke lanë për shtypje edhe ki sukseset edhe për na vymë. Kështu që jam falendrus për ke këtyne, do të tëtë Drita, Malisheva, kom bisedu. Edhe me 3-4 klube tjera, a mos më kujto për momentin. Po, për shkak disa arsyeve, kryesisht, të mia personale, nuk kom mujten, qoftë për shkak të udhëtimit, edhe për shkak punës, qoftë për shkak disa obligime të tjera që kam, nuk kom mujt me ju përgjegj, edhe ka një ftesë prej kombëtarës, që më të vërtetëm ka një shumë të privilegjuar, edhe shumë të kënaqur, se s'po kam fjalë me përshkru, se më të vërtetë pas ka pas vlet këtu viti që kom punu, që kom lujtë, edhe kom kontribu për këtë futbollin kosovar, të tëtë është një njeri që është mirë njës, edhe do me vlerësu një kontribut një personit caktum.
ky është kryetari Agim Ademi që kisha pas dëshirë për këtij mediumit juve më uru për vazhdimin e mandatit të ri, se më të vërtetë kanë mëse i meritum. I na urojmë, po them, për këtij veni, që shumë lejohet më uru, shumë shëndet, edhe punë të marrë. E le të vazhdon ashtu qysh ka pas rendiment punës deri më tash. Rendimenti po shihet, rendimenti po shihet, jemi 2 lojë larga kampionatit botror që nuk ka rastis ose nuk ka ndodhur asnjëherë e kanë fjalën te kombëtarët e rajonit. Ka shpejt. Për një pranim relativisht i shkurtër, na me arrit në këtë nivel, edhe kur ta këshosh të kështira poshtë, era dytë, që do vitin 2020, është kohë shumë afër. Po pandemia ishte faktor për disa gjëra që i dim, që nuk kanë pas mundësi letar me ardh, edhe kanë ndodhur çu ka ndodhur. Kjo është në 2 lojë, është diçka që për mu respektu, që thash rendiment, nivel klubësh, drita Ballkani vazhdimisht në Conference League. Është rritje e ligës, ka thënë që liga u rrit, po punon. Edhe kur shesh edhe Superliga në atë aspektin kombëtar, liga kombëtare, ka ngritje, dikon çellash dikon. Ka Messi dikon. Ka Messi, kështu që do të thotë lënë shumë shtete më radh. Sa po dikush me hapa të vogël, unë po them se është me hapa gjigant, nuk është me hapa të vogël, është me hapa gjigant për shkak se është një periudhë e shkruaj e shkurtër në arenën ndërkombëtare. Është një periudhë e shkurtër në arenën ndërkombëtare. Edhe ka ftesa, po them prej federatës që më të vërtetë komunitet janë shumë të kënaqur, edhe sot asoj ditë janë shumë i privilegjuar, edhe kur e veshja dres edhe nisma për shtëpis me shku me stërvit, më të vërtetë kënaqësia është e pafundme, është e papërshkrueshme. Kena talenta. Po, jetë pjesa e stafit trajnerëve të kombëtarja U16. A kem talenta ose qysh peshe këtë gjeneratë dhe qa është një këshill që ja jap futbollistëve të ri këtynëve që ju vjen mundësia me kon pjesë e grumbullimeve, po që dojnë me arrit edhe kombëtarën e parë dhe nivelet e larta të futbollit evropian. Unë prapë po kthejma, është më të vërtetë për më respektu, më vlerësu vlerësimi i trenerëve për grup mosha. Unë licencën e kam marrë në Maqedoni, në Federatën e Futbollit Maqedon, dikon vitin 2014-15 për shkak se në atë kohë federata s'ishte pranuar se kishte drejtën e licencimit, edhe isha atje edhe një për aty në instruktorëve aty që moshe ligjërata, në thoshin trenerat më të mirë të mundshëm duhet të më kanë grup mosha të reja. Ata i kishin në nivel klubësh, po kjo nuk kupton edhe për kombëtarë, pse jo. Kështu që edhe unë po them, trenerat më të mirë të mundshëm çka janë duhet të më kanë pjesë e grup moshave të reja. S'po përfshi vetë aty unë, po përfshi për këta që janë për momentin grup moshave zinxhir të aktivizuar. Është fjala Mehmet Kurda, është një trener i konfirmuar, i dëshmuar sa për këtë gjëra të reja. Sa futbollistë ne ka qitë në pa. Edhe shkojnë në matutje. Tjeri vonë kanë sa mi sërmazhe më duket të 8 mësha. Te unë mësha të shkonën ai Maliqi, tash e ka zamencu. Bunjaka. Do të edhe Maliqi du shumë i suksesshëm. Te në zesat Bekimi Sufi nuk ka nevojë. Kush do me fol me Bekimi Sufi më shumë se çe dim vlerët e tina, a film to Valani më është ato që tha më herët. Kështu që do të bëni një vlerësim shumë objektiv, shumë real. Te u 5 meçës të lirë në Albani, që normalisht edhe ai ka meritet e veta për futbollin e Kosovës, edhe është diçka për më vlerësu, edhe është për më çmu, për shkak se njerëzit e duan aty, njerëzit e duan. Unë jam pjesë e U16-it, edhe po them me shumë krenari, edhe pse jam trajner në Dims, jam me gjithë krenarinë edhe me gjithë burrin pse jam trajner në Dims i Mehmet Kurdës, për shkak se një futbollist që ka kontribut. Edhe viteve të 90-ta që marrë që edhe viteve të pas luftës, po më shumë u dëshmu, u konfirmu me punë me zgjata të reja. Do të thotë shumë talentin e ka zbuluar njëri. Edhe ka me pse është aty. Edhe me shumë kënaqësi jam aty. Që është mesazhi jam për trit, ato që thash pak më herët. Për trit, mënu sa më shumë me futboll. Për shkak se gjatë rrugës kur gjë mos mush me arrit, as në atë aspektin material, atë aspektin në shkollë me kry ose në zanat e konfion në krahas karrierës. Edhe se për shkak lup futboll dikon atë punson dikush diçka. Edhe ato që nuk ki mundsi me arrit. Spoku ki me të shëndetshëm. Ki më kanë maj socializuar, ki më kanë maj kulturuar. Ki më kanë maj pavarur për disa gjëra. Ki më pas shumë përparësi për këtë jetës. Tjetra, mesazhi përfundimtar ose për kuvizues. Është futbollistat e ri. Do të thotë për shumë se futbolli në Kosovë është në rritje. Është në rritje. Në rritje të madhe, ka sa Armenia. Pagesat janë me të vërtet nivelet lartë, që është një motiv
i Shtesë. jashtëm, për shkak se te futbolli dhe sporti përgjithësi janë dy motive. Është motivi i jashtëm për shkak njëri puna e parave, Po. u pagu, edhe motivi i mbrëmshëm që ti nuk mundesh më do për futboll, e don është pasion, nuk mundesh më do. Vërtet. Do të thotë ai faktori jashtëm, motivi jashtëm po ekziston. Edhe motivi i mbrëmshëm po, pse mos më marr me futboll? Ndero me futboll. E fundit është për futbollistët të ri, me besu fuqishëm se mujnë me arrit gjanat mëdha. Amo të njëjtin kohë mu bind se nuk është lehtë. Don shumë punë, don shumë sakrificë, don shumë disiplinë. Vërtet. Kjo kishte më kon mesazhi jam për gjeneratat të reja, po them jo rastisht e kanë çujt Kosovën si Brazili, Ballkanit, Brazili Ballkanit, që është e vërtet. Domethënë që futbolli i Kosovës ka prodhu alamet futbollista yje Se luajnë ligat më të mëdha. Kem kampion të Italisë, e Napoli, Maradona i madh ka luajtur Napoli. Tash po luajmë Ramoni me shumë sukses. Lojtari kyç. Kemi vetë Muriçi që është overfull se sport. Po, i dytë më i mirë mas. Kemi Don Zegrovën, Juventus që është më të vërtet i pandalshëm. Nëse alo se ka gjetë momentin, ama me shumë besim që mori mja dal. Ne kena treshën e ofenimit. Rashica mos aty, mande edhe ai Hajdari që ndërmbrojtësi. Po. S'po kujtohet emri Albion. Albian, po. Do kena lojtar të jashtëzakonshëm. Domthon lojtar të jashtëzakonshëm që është një Knasi. që kemi një knasi plus kur të shtojnë aksojna edhe mandati i ri i federatës që ti tash është dëshmuar, është konfirmuar me rezultate edhe me punë, do të thotë na pret një kohë e ndryshme që në krye të federatës e kemi një njeri, nuk po them këto për shkak se jam punëtor i federatës, për shkak se unë me Agim Ademi, me kryetarin, e respektuam nikmi për vitet 90. Edhe është një njeri që shumë ka dhënë për futbollin e Kosovës. Është një njeri që kur ky ka investu, ka dhënë parë në klub, dikush nuk ka guxoft as marrë me kështu lojë. Kërkos po du me apostrofu, veç po thëmë për këtë njeri, shjala. Ky njeri kur ka organizu, edhe ka bërë pjesë në organizim të futbollit, dikush sa guxoft as publik më kanë. Do marrë ky është ai njeri i duhuri. S'po thëmë këto për shkak se e ka kalu. Po normal. Tash me shka është. Ka kontribu, mund më kanë. Janë edhe sukseset. Mund më kanë që dhojnë një mirë njohje, ama ky është edhe suksesi që përmena. Suksesi që përmena. Do të thotë kemi dy lojë jashtë larg kampionatit që është sukses, mandej klubet, mandej infrastruktura, mandej lokacionet e ndryshme që janë të federatës, këto janë këto rezultate që do të më shmu. Shpresojmë sukses të Kosovës në këto dy ndeshjet e play-offit, edhe pse jo edhe një plotsu ëndrrën e madhe të kualifikimit në botëror. Në të vërtet kishë buko në ndër, buko Kosovën kampionat botëror është, unë veç peshot që është në atë grupin Kontër që gjadë. Kontër që zdimi, kur shukane, e kam lënë atë si opcion. Me Amerikën me janë... Do të të iqish edhe me kalu grupi. Që më të vërtet kishë buko në kinasi edhe motiv shtesë për kekta që mirë me futbol. Për këtë generata që mirë. Trajner, të falenderojmë shumë që ke gjetë ku, mi ndo gjitha këtu kujtime, këtu pjesë karrierës, edhe si futbolist edhe si trajner, dëshirojmë mas pari shëndet, po edhe suksese në... Faleminderit shumë, edhe në për vetën shumë të privilegjuar që më keni bërë këtë ftesë. Kërkoj falje se kur gjë që kona për studio, edhe vim një fakt kondicioni edhe për këtu. Jo, vim me dol më shpejt. Besoj që kemi kalu mirë edhe ju ju falenderoj shumë. Edhe në bashkangëzit me urimit ju në radhë po dëshiroj shëndet mirë. Edhe punë të marrë. Faleminderit shumë. Ne mos harrojmë të përmendim edhe sponsorat tanë Golden Eagle dhe Xfizz, ndërsa me juve shikus të dashur që jemi në javën